Shqipëria nuk organizoi thjesht një koncert. Shqipëria organizoi një ngjarje që fal kanaleve sociale dhe famës globale të protagonistit u bë në çdo cep të botës një lajm. Një koncert madhështor nuk lë pas vetëm një shenjë të bukur në kujtesën atyre që e shijuan. Ai lë para. Ato 4 milionë euro nuk do kishin dalë nga arka e shtetit, po të mos ishin bërë kërcënimet, shantazhet, fushata e bullizmit, e histeria e dhunshme e rrjeteve sociale, fut një qeleshe në kokë apo lidh një farmur në qafë dhe merr peng Shqipërinë në emër të popullit. Angazhohen tufa sorrash dhe laraskash për të më akuzuar mua se po sulmoj popullin që paska dalë në shesh. Unë e kam bërë që në kryet herës dhe në çdo herë që kam folur. Dallimin e ditës Flamingos me natën e Korbit dhe të Sorrës. Nderuar televizionistë, mirëmbrëma. Jemi fillimi i javës për emisioni parë i kësaj jave, do të thënë ditë e hënë, vap shumë e madhe, me thënë drejtën, shumë vapë, këngë, vap, protestë, kontarimat herë dhe tjera. Koncerte tjera. Pra, shumë tjera për shojmë, do njërë u përpoqim edhe për energjinë elektrike, se bota po mbyll centralet, se ata janë fuqishëm, centralet bërthamore, kështu, por ne na mbyllen dritat shpesh, që po të na ndodh në një gjë, ju kërkojmë ndjes para se të fiken. Se ndos, domethënë. Po u fikën se kemi fikur ne, na e kanë fikur thosh. Jo, se ishte para emisionit. Po pra. Tani, sot në pjesën e parë të emisionit do diskutojmë për protestën, si zakonisht, e cila vijon sot në ditën e 44-të, si Dorela më nuk gaboj? Në ditën 44. E 44. Nga do i ta kthesh kjo 44 mbetet, edhe sikur ta kthejmë për sprapi. 44. Pra, dhe disa ngjarje të fundit që kanë shkaktuar polemika brenda kësaj. Koncerti që patet gjitha, po këto review që fotin tani, shumë review kanë fotur, që të ulin në kreditet bizneseve tjera. Çdo gjë ndos tani. Të ftuar në studio Sara Mila, deputete e Partisë Socialiste. Mirëmbrëma Sara, faleminderit shumë. Mirëmbrëma. Ti ishe në Bruksel me këta që luanin letra, jo? Jo. Isha pak më përpara unë? Jo, dakor, nuk po them që s'ke qenë, me jo, po si që se a do ktheshin dhe a u kthyen. U kthyen dhe u kthyen me rezultat Me rezultate, sigurisht. Gjithmonë aty merren rezultate. Patjetër. Si Dorela Vatnikaj, Kanë hagat të lënë me letra. E njohur. Faleminderit si Dorela, që në përgjigjesh gjithmonë. Dhe vë një fokone dhe në dispozicionin tonë. Narthan Hoxha, Antona Bilekaj, faleminderit shumë. Ndërkohë në lidhje në studio 2, aktivisti tjetër i njohur, Arbër Leshi, faleminderit shumë Arbër. Faleminderit për ftesën. Aty s'është vapë mirë është, vetëm që vatë në veshtin dhe kufjen, edhe për të na ndihur. Tani, ndoqët sinkronin, nderuar të shikues, përzierë ishte protesta me fjalët e zotit Edi Rama, që këtë ratë kishte vendosur syze të blu në sy, era herë si vendosë të kuqe, ose njërë tjetër. Ato i mbatë edhe i pështejnë, për nëjë hoqet kuqet. Po. Jo, më i vëprapaj, se e qenë shumë. Kuqet, për nëjë mba blu, e këthem blu. Ndërkohë që protesta vijon, por me numra më modestë, vëmendja shkoj te koncerti. Te koncerti Kanye West, shoqëruar me shumë polemika, me thënë drejtën. Zënja Mila tani, mund do të pyesit parën, PS dhe Edi Rama e kanë promovuar këtë koncert si ngjarje të madhe që do të ndihmojë Shqipërinë. Si e ndihmon Shqipërinë sipas jush ky koncert? Pikës parë një herë është ngjarje madhe sa herë Shqipëria dhe Tirana mikpret një artist ndërkombëtar. Qofti për masave të Kanye West, por ndoshta edhe jo aq sa ai, sa herë dikush zgjedh të ketë destinacion Tiranën, është një lajm i mirë për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Dhe nuk e kuptoj sepse të paktën në këtë pikë ne të gjithë si shqiptarë duhet bëjmë dakord. Sepse nuk ka qenë shumë e thjeshtë më parë që të vije dhe Tirana të ishte kaq mikpritse. Tani, përsa i përket Kanye West, unë nuk dua të merrem fakt me të personalisht. Unë personalisht jam as ndonjë fanse e madhe. Sepse është muzikë që nuk para e dëgjoj. Mirë po,
kur flasim për një artist ati kalibri dhe që e kthen Tiranën dhe Shqipërinë në një metropol tërësisht europian, dhe hera parë që ky këngëtar me këtë famë ndërkombëtare zgjedh një vend të rajonit dhe ky vend është Shqipëria, patjetër që është një lajm i madh. Por nuk është vetëm lajm i madh pse ka ardhur Keni, është lajm i madh sa herë Shqipëria mund të mikpres një organizim të këtyre përmasave, të mikpres 30.000 turistë huaj nga 80 vende të ndryshme të botës që zgjedhin Tiranën për koncertin, po patjetër nuk do e zgjedhin pastaj vetëm për koncertin. Do flenë në Tiranë, do konsumojnë diçka në Tiranë, do kenë mundësi të shohin e të njohin Tiranën. Kështu që promovimi shkon shumë fish, e shkon e përtej ati koncerti. Fakti që koncerti shkoj shumë mirë, e pamjet e Tiranës europiane ishin në gjitha media ndërkombëtare, ky është patjetër rezultati mirë i koncertit. Mirë, po për Shqipërinë nuk është vetëm koncerti, është gjithçka që vjen ato ditë pas koncertit. Dhe fakti që pikërisht në këto ditë ne patëm edhe një sulm shumë të keq të komenteve negative nga pseudo-protestuesit, se nuk janë më protestuesit e Flamingove, këta janë tati Xhaxhi Saliut, shkuan tani dhe i bën një antireklam bizneseve pikërisht ato ditë ku shumica e turistëve ishin këtu. Ku shumica e turistëve, dhe ju e dini shumë mirë që thuaj shohin ato review-t, se ne shqiptarët nuk kemi nevojë. Jo, po do kalojmë në gjitha këto. Mirë, pra, prandaj po them. Kështu që koncerti shkoi shumë mirë. Vetëm te pyetja e parë, është një ngjarje e madhe për Shqipërinë edhe ekonomikisht, se do që t'ja bësh numrat, është një ngjarje e madhe për. Zonja Mila, kemi një problem. Po. Kanye West është një personazh kontrovers, shumë kontrovers, dhe koncertet e tij janë anulluar në shumë vende. Perëndimit sidomos. Ka bërë deklarata antisemite dhe pro-Hitlerit. Pro-Adolf Hitlerit. Tani. Mendoni që një personazh i tillë mund të përmirësoj imazhin e vendit tonë? Jo, ai ka drejt i bëj ato. Ai mund të thotë hajde Hitler në çdo minutë. Pikërisht për këto që ti rendite, edhe pikërisht se Shqipëria nuk e lëviz qëndrimin e saj as ndaj Izraelit dhe as ndaj Perëndimit, dhe ju e dini shumë mirë që ka qenë kryeministri i Shqipërisë, ai që ka qenë në parlamentin e Izraelit dhe ka mbajtur një fjalim historik si askush tjetër, kështu që nuk e ndryshon mendimet dhe qëndrimet personale të një artisti ndërkombëtar lejimin apo jo të koncertit në një vend i cili pa diskutim duhet të jetë kaq demokratik. Dhe mua më vjen shumë mirë dhe jam krenare që Shqipëria të jetë kaq demokratike, sa që ta mikpres Kanye Westin e këdo tjetër për artin e tij dhe jo për mendimet e tij, se Kanye West nuk erdhi këtu që të bënte propagandë mendimesh, çfarë ka politikat e veta. Erdhi të këndoj, zotri, këndoj, shqiptarët u kënaqën, 30.000 turistë u kënaqën, kaq ishte. Nuk bëri politik Kanye West. Kur të bëj politik e shohim, e lejojmë ose jo Kenin. Është e thjeshtë. Bukur shumë, por kam edhe një që kam unë, pastaj do të ndryjnë Patjetër. ftuarit e tjerë, kolegët e mi dhe zonja Sidorela. Tani, pse duhet paguajnë qytetarë shqiptarë? Unë ende nuk e kam të qartë çka ka ndodhur konkretisht. 4.2 milion euro, sepse opozita, që ka bërë, më duhet ka bërë dhe pa dieta. Kush opozita? Po hodhën shuan spa Kanye West. Kanye West, po, jo, ata kanë bërë një... Nuk e kemi me Kanye Westin, tha Gazbardi, por e kemi, tha, me këtu, me Edi Ramën. Sepse janë dështuar të shiten biletat, është dështuar të shiten biletat në një festival privat, dhe janë argjuar gjithë të para. Unë nuk jam i qartë, mund të shpjegosh edhe shikuesve se çfarë është konkretisht kjo gjë? Në fakt e ka shpjeguar kryeministri me zë dhe me figurë, arsyem pse na u desh me patjetër që të bënte shteti shqiptar një ndërhyrje. E para një herë se kam dëgjuar lloj-lloj spekulimesh nga kemi marrë parat nga fondi i emergjencave, tek kemi marrë parat nga fondi i ilaçeve, tek fondi ku diun se çfarë, habira shqiptare. Të rezervë dhe emergjencë janë dy gjëra të ndryshme. Ta qartësojmë publikun, ti qartësojmë edhe opinion bërësit që shpresoj që ta kenë me qëllim dhe jo me ngatrim pa qëllim këtë historinë e fondit të rezervë dhe fondit të emergjencave. Nuk është prekur asnjë fond emergjencash. Po, ka një fond rezervë buxheti i shtetit, i cili nuk përdoret vetëm për koncertin, përdoret për shumë çka tjetër, nga tepria që ka ngelur, për të patur mundësi shteti shqiptar, për të patur mundësi, jo më ka një fond i cili del në tepri nga çfarë i shpërndahet ministrive gjatë vitit, dhe ai quhet fond rezervë, dhe përdoret, për çfarë përdoret, në këtë rast ishte koncerti.
Zonjë, me njerëz që nuk përshëndesin kur vinë në emision nuk flas. Se nuk u përshëndetet? Jo, do flasim me Jo, po nuk i flas ty. Se nuk u përshëndetet? Jo, unë i përshëndet, apo këta kanë një Shqipëri e re me zakonet vjetra. Personalisht mendoj që një parlament i cili është i delegitimuar për sa i përket Kjo paska me të gjithë, me 140 përfaqëson. Që neve shkuam. Nuk e meritoni t'ju përshëndesim. Shumë shpejt patjetër që do ta japim, vetëm mund shkoni dhe këta që bëjnë matematik, le ta bëjnë këta matematikën, se kur e bëjmë ne nuk duan ta bëjmë, dhe të shohin se sa i ka sjell mbrapsh Kanye Westi buxhetit Shqipërisë. Këto 3 ditë harxime në Tiranë, le ta bëjnë vetë llogarinë se sa i ka sjell. Dalin bizneset edhe ta thonë se sa lekë ka sjell Kanye Westi. Që ajo 4.2 është i pa Kanye Westi ka sjell shumë thoti. Absolutisht që po. Aq se na mori, ëh. Mjafton vetëm shikoni se si rezervimet edhe të hotelerisë kanë qenë nga turistët e huaj 80 komësi të ndryshme, cilët patjetër kanë pasur mundësi të shohin jo vetëm Tiranën, por kanë shkuar dhe drejt Bregdetit edhe drejt jugut se ka qenë mundësia për ta bërë këtë gjë. Kështu që kjo historia është një dështim i radhës, është dështim i radhës i PD-s, se nuk po ka, domethënë shkoi e qelbi dhe këtë protestën e bukur, dhe pasi qelbi këtë tani dhe kanë ngelur kështu si guak, rinë e merren tani me Kanye Westin. Këta merren me çdo gjë. Shkojnë atje nuk e votojnë Shqipërinë për Bashkimin Evropian, ka turp më të madh, vinë këtu hedhin, gjyq Kanye Westin nuk votoi Shqipërinë për Bashkimin Evropian. Kjo opozit që kërkon ndryshimin, apo që na bëhet palë me Shqipërinë e re. Ku është Shqipëria e re? Që shkohet në Bashkimin Evropian dhe nuk votohet rezoluta për Shqipërinë. Kjo është Shqipëria e re. A e doni apo se doni Bashkimin Evropian, zotrinj? Është e thjeshtë. Kështu që lëri ta se këta janë pa busull. Atëre kalojmë të aktivistët dhe gazetarët, si Dorela dhe Arbrin fillim. Shmendoni për koncertin e Kanye West, me që ne folëm për këto momentet, minutat që unë folëm, pagesën 4.2 milion euro nga buxheti i shtetit dhe mënyrën si u promovo koncerti. Majoranca thotë që Shqipëria e vërtet janë këta të koncertit dhe jo ju që jeni mbledhur në protestë. Atëhere, ne jeni 101 kushtetutës, sipas të cilit shkresa që jep 4.2 milion eurosin, thotë, ne jeni 101, Këshilli i Ministrave, në rast nevoje dhe urgjence në përgjegjësinë e tij, mund të nxjerrë akte normative, urgjence. Bravo, jemi në rregull. Do diskutojmë fjalën emergjencë dhe urgjencë, domethënë cila është ndryshimi. Sigurisht se nuk është fond emergjencash dhe ka ndryshim të madh. Zonjë, të lutem ndalu, mos na ndërprit se po bëhesh e pakëndshme. Pa merak. Mos e ke merak fare, do të ndërpresat në ndoj shefi. Me vërtet. Ç'është ndërpres me vllap të çani në diskutim për na botën tani në qoftë. Ju keni edukat, unë s'kam. Urgjencë. Po mirë. Tham dhe herë, urgjencë. Ta njohim praktikisht. Po, se s'njif në deri tani. Tani, 4.2 milion euro për një këngëtar fashist është rast unik në Shqipëri që ndodhë dhe mund ndodhi vetëm me dramën kryeministit. Po ata në proteste, keni parë me ato simbolet, apo ata s'quan ata? Apo vetëm keni s'është as shqiptar? Zoti Rakipi, zonja që keni ftu në emision faktikisht as nuk i përfaqëson fare bomat e qeverisë që i bën këto, sepse është sjell si figurë shpëlar për të shpëlar imazhin e vjetruar të qeverisë. Zonjë, ju është me të vërtet për të ardhur keq që një zonjë e brezit ton vjen sot dhe përfaqëson kryeministri një qeverie të 13 viteve korrupsion, e cila... Se pas teje, gjithmonë. Po, pikërisht si pas meje, se unë po flas. Po mirë, po mos më ndërprit. Është mendimi im personal, se nuk e ke faktë, kupton. Thuaj, kam qef të shpreh një mendim dhe shpreh. Po mos na bëj sikur e ke faktë, kupton. Mos më ndërprit. Mos dalësh ti tani sot 13 vite, po të ndërpresat ndoj kokra shefit mos do të pyes ty jo. Po 13 vite nuk thua ti do të korrupsion. Ti po ke fakte nxirë, thuj ja ku është korrupsioni 13 vite. Nëse e ke mendim, thuaj, po shpreh një mendimin tim dhe hajde ta dëgjoj mendimin tënd. Po mos na bëj sikur po shet fakt. Shiko, nuk jemi në lidhje të partisë shtet këtu, të partisë tonë. Po, pikërisht, se ka do mbledhjet nuk flasun, kështu thoni ju, që s'flasim, kështu që flasim këtu. Ti flet çfarë të shkruajnë përpara dhe e lexon me zot larg. Zakonisht, ata tani sapo pres që të ma shkruajnë prapa të përgjigjen që do të jap ty, edhe do ta them direkt. Pak shpejt, ju që po ma shkruani se s'po arrit dot. Po, edhe çfarë the tash me gjithë. Po jo ti çfarë po thoje, se ti po na jep këshill, je fytyra, e shpëlar. Mos më ndërprit kur flas. Kam qef të ndërpres dhe do të vazhdoj ta bëj sa të flasësh të dallallësh. Po, vazhdo. Bukur. Zoti Rakipi, siç e shihni, keni të bëni. Po, keni të bëni me njerëz. Nuk do të themi, nuk do ndrymë me
personale. Jo, fare, po Të themi kemi të bëjmë me i kulturë Sara ta lejojmë të mbarojë. Nisi me i jep tyra që do të shplash e budallëqë. Tani, të lutem, Arber vazhdo. Zonja në fjalë, thash dhe herë, nuk e përfaqëson fare qeverinë sepse nuk ka qeverisë. Dakor. Dhe personat që përfaqësojnë vërtet atë qeveri nuk e kanë guximin të vinë në këtë studio. Ju, zoti Rakipi, e dini shumë mirë, unë ju bashkë kemi thonë disa herë që pse nuk vinë dhe nuk vinë vërtet, sepse nuk munden të mbrohen. Dhe po t'i shifni... Në pjesë kanë ardhur, si. Treçereku kanë ardhur... Shiku Sarën që nuk ka qenë... E të mirti atë që nuk ka qenë në pushtet dhe... Pikrisht, pra... Ka kratë ngrotë në këtë pikpamje, por ndërkohë, një pjesë tjetër kanë ardhur. Klosi për shembull është një mik i studios. Pra, Partia Shtet dërgon... Disa deputetët tjerë kanë ardhur. Po pra, Partia Shtet tani dërgon në studio për të mbrojtur bomat e tyre të pa justifikueshme nëpërmjet figurave të cilat nuk janë bërë pis me pushtet. A ka më Parti Shtet se ju që nxirri këto emra të review-t, njerëz në përpem... Sara, e lejojmë të thotë çfarë ai mendon deri në fund dhe vijojmë. Thotë në fakte, jam dakord. Tani, para pak ditësh... Albert, me njerë, sepse do të kaloj Sidorella dhe dy kolegët e mi. Pikërisht, pra, po tjetë fjala për këngëtarët dhe për artin që pëlqejnë shqiptarët, para 2 ditësh, Dua Lipa tha se është e shqetësuar për mënyrën se si qeveria shqiptare... Jemi okej. Jo, me le ta them, se si qeveria shqiptare... Po një lajm i stërlexuar... Po ju e shani Dua Lipën, thonit që ka marrë një vilë, kështu falja, se shani, po tani se shani më. Jo, po ashtu është, e përkëdeli. E po tani nuk e shani më nga që ka dalë atje. Po jo, mëse këta dolën edhe thanë që Dua Lipa nuk flet... Një vend që pjesa më e rëndësishme e medias shqiptare nuk flet. Unë nuk e di fare, sepse është e kapur, një media shumë e rëndësishme, është e kapur me atë sinor, me atë pjesë. Ju që nuk e dini zonë, nuk mundeni të vinit përfaqësoni qeverinë këtu, sepse nuk keni qeverisë. Ne nuk e kemi me ju. Kanë votuar, nuk kanë nevojë të përfaqësojnë qeverinë domosdoshmërisht. Po pikërisht, pra ne kemi me qeverinë, jo me ju. Ju nuk përfaqësoni qeverinë. Dhe qeveria që ju... Qeveria që ju... Po mbas e merë dhe në tjetër, tani, ja, një tjetër, asaj dhe... Pylloj, jo shën e premtja, shën e djilë. Po më maja me Së pari është akt te për i gubëzimshëm. Bile ka njërë që në këtë vap nuk punojnë, no? Stopohen. Po ta lëmë Arbër të mbaroj se kemi dhe në studio. Arbër të lutem, jo, gjitur është dhe po flet. Po pra, minimum respekt është ta dëgjojnë. Thelbi është që nuk i kemi përfaqësues të qeverisë të cilët fshihen nga pyetjet, nga përballja argumentative me qytetarët. Kjo është përfaqësues të qeverisë tani dhe mos e vazhdojmë këtë bisedë. Se unë, një pjesë e rëndësishme e qeverisë e përfaqësuesve të qeverisë kanë ardhur. Dhe vinë. Po sot nuk të ka që s'vinë punë e tyre. Sot nuk vinë. Sidorella, okej. Tani, mua më vjen keq fakt se ne këtu vazhdimisht vim për diskutuar ndonjë ide dhe kur kemi përballë përfaqësues qeverisë, përfundojmë duke dekonstruktuar të pavërteta. Është e pavërtet së pari të thuhet që protesta është bërë për Ahmet, se kjo mund të ndodhëm kur i shikon dhe bën rishare vetëm storyt e kryeministrit apo statuset që ai bën, ndërkohë që protesta sot është ditën e 44. Është pa vërtet të thuar që ishte koncerti Kanye West që e vendosi Shqipëri në mediat ndërkombëtare, se ka 44 ditë që flet e gjithë media botërore për një protestë të jashtëzakonshme qytetare që po ndodh në Shqipëri kundër autokracisë e Edi Ramës, korrupsionit e Edi Ramës, krimit të organizuar që ka futur në shoqëri dhe në çdo sektor Edi Rama dhe kundër medias kapur që kanë mbështetur Edi Ramën. Kështu që Shqipëria është e vërtet që është bërë qendër e medias botërore, po është bërë prej faktit që protestues kanë dalë me protestat dhe koncerti janë garë, se nuk e kuptova ju lësi. Protestat... Nuk janë shqiptarë ata që kanë shkuar ka koncerti? Ata që kanë shkuar të koncerti janë ata që ju keni dërguar nga shkollat nëntëvjeçare që keni vendosur të gjithë patronazhistët, sistemin e mësuesve dhe të anatemosh njerëzit që shkojnë në një koncert të lirë, të pavarur, kanë paguar dhe para për të shkuar atje, është tmerr, është fundi. Në 2026 në të jetë ky diskurs edhe të anatemohen njerëzit sepse shkojnë në një koncert, ora është e tmerrshme. Edhe ka shumë njerëz
sot që po thuat vërtetën. Edhe në protest, edhe në koncert. Nuk është se ndryshon fakti që protesta dhe koncerti ekzistojnë të dyja në të njëjtin moment, tregon se sa demokratike është Shqipëria, tregon çfarë zhvillimi demokratik ka në Shqipëria. Po jo ore se nuk e le këto tani kush ka shkuar atje. Kjo do thotë gjë edhe vetë se ne protestë. Punë kemi ti. Po lëre tani. Po e kemi thirrë për këtë punë. Ofenduese, përveç se është vjedhje ndaj qytetarëve shqiptar, që 4 milion euroshi që u dhurua Kanye Westit, nuk i shkoj që së utës, ta janë mërzit që njerëzit shkuan koncert, u bush me të rinje me të reja koncerti, dhe këta u mërzitën se nuk i mbajtën do të në protest, se këta duan të mbajnë protest me dhunë të rinjtër. Ta duan që të rinjë shqiptar me dhunë të rinjë në protest. Ata ndërkohë shkuan se donin të shifin Kanye Westin, donin të gëzoheshin, donin të gëzoheshin jetën e një moment. Po shkemoj ti se do t'ja japim dhe që po nuk e përjashton, një vend demokratik dhe në zhvillim ka dhe spitalin, dhe arsimin, dhe argëtimin, dhe qefin, pa tjetër, se shfar, do ndaloj jeta për të tjerët, të i thuat i të rive sot, nuk mund të gëzoni ju, shme kjo mundësi komuniste totalisht, nuk mund të gëzoni ju, thët, se duhet ishtë në protest. Ore, është, jeni në të rezit që më pretendoni apo jo? Doni tani? është totalisht deluzionale ajo që po thoni, ajo që po them është, si ka mundësi që qeveria ka më shumë urgjencë. Me rikësyre në rrëtë shikus, si lajmërova në fillim, Kryetari i Borgjit që këto janë gjëra që ndodhin tani, ishe për herë të tretë ndaj u lajmërova, fiken, kishe një defekt. Më premtuan autoritetet që nuk do të vazhdoj këtë. Si ti e paralajmërove atë që do të paralajmërova, sepse çdo gjë bie tani në këtë kohë, kanë filluar të fiken termocentralet, centralet bërthamorta me të gjithë. Kanë filluar të fiken njerëzit nga pjesa lartë, jo përgjithësi fikje elektrike. Po fikaj. Edhe na ndodhin, po tani mua më premtuan që do kemi. Mos kemi Ju çojmë dot në atë moment ku ju ishi duke u zemë, jo. Më më qonë sërë dush. Atere, t'ja japim, se si doreri si ram në qafë 2 herë tani, sepse energjia plus ne. Po, si dorela ka qeftë të thotë në Parlament Europian, këto nuk ka qeftë të thotë këtu ke studio. Ajde, si dorela tani, po. Falimderit me pas këndjek. Po, pa tjetër. Po, ajde si dorela. Ajo që unë po thosha është që, po them që është, po e rithem se nuk e di ku na kanë lënë dritat, po, është ofenduese përveç se është hajduçe, që Shqipëria e sot, spitali më i madh, spitali QSUT, të dalë me deklarat kur kërkon sidomos ka qytetarët shqiptar pajisje se nuk i ka, dhe ndërkohë qeveria shqiptare ta shoh me urgjencë shitjen e biletave të një këngëtari që me gjithë respektin, po qeveria po bën të njëjtën gjë, nuk e kuptoj pse është krenare që ka shkuar në parlamentin e një vendi genocidial, të një personi cili është i kërkuar nga gjykata për krime lufte, ka shtrënguar dorën, ka bërë atë që i duhet për të pasur mbështetje, në gjë po bën tani me Kanye West për të shpërlar imazhin e vet që e ka në pikën më të dobët nga një protest që është ditën e saj të 44. Ta dëgjojmë. Prandaj kur themi që Shqipëria ka dalë tani më në ballë të faqeve të mediave të Europës, është e vërtet, po ka dalë prej një serioziteti qytetarie që kanë treguar ata qytetarë prej 44 ditësh, të cilët nuk kanë rënë prej shantazhit as kur kryeministri që duhet bënte punën si kryeministër dhe jo të merren personalisht me protestuesit, ka tentuar të delegitimojë duke u marrë vetë personalisht, as kur deputetët i kanë sulur policinë e shtetit ndaj tyre, as kur i kanë arrestuar, as kur i kanë dënuar, as kur kanë ushtruar represion ndaj tyre, qytetarët janë aty në ditën e 44 për të kërkuar së pari në mënyrë të menjëhershme dorëheqjen e kryeministit Rama, të cilët ne kemi thënë disa herë që është përgjegjësi kryesor, jo vetëm për korrupsionin, po për kriminalizimin e Shqipërisë, për kriminalizimin e të gjithë sektorëve ekonomik, për kriminalizimin e të gjitha institucioneve përfaqësuese. 10 minuta as i fakt në tavolinë. Dhe kriminalizimin të cilin sot po e shohim. Komplet sinqerisht.
të vërtetuar edhe në dosjet që spaku që këta e mbështesin ka i shumë, po e vërteton më Parlamenti Europian dhe mendova se Faleminderit që në nivelin mirë është të ndjekësh ndërkohë që flas. Minimumi i respektit është e pash respektin tatë kur nuk na përshëndete kur erdhëm, kështu që mbaroj po ajo të respektit. Nuk meriton të përshëndetet në asnjë milion euro i ka dhënë qeveria shqiptare shëndetësisë më shumë doja sot 47.8 milion euro, me që se u përmend spitali laptop, ndërkohë që biletat e Kanye West janë duke shitur me emergjencë. Me çfarë standardi e masin këta të bulevardit këtë historinë e të dhënit prioritet fushave që do t'i japin prioritet, 47.8 milion euro ka marrë më shumë shëndetësia shqiptare këtë vit. Është ku hyn kjo historia që si dhe unë nuk e kuptoj dhe konceptin e gjithë se si mund është krahasosh një fond atje rezerv 4.2 milion euro që dhe një buf edhe Sali Bufi e kupton që kthehet mbrapsh dhe nuk e kuptojnë këta të cilët na e bëjnë këngë këtë, sikur çfarë ka ndodhur nga inati i madh se të rinjt e Shqipërisë kanë të sëmurët me kancer poltron, kanë të sëmurët me kancer poltron, kanë shkollat shqiptare mjete, kanë mësuesit shqiptar të drejta për bërë përvese patronazhista tuaj. Fakti sepse janë mërzitur këta janë mërzitur se të rinjt e Shqipërisë shkuan dhe shkuan te koncerti europian atje dhe menduan, po, ndoshta në një moment e menduan që mund kishte një alternativë ndryshe atje në bulevard, po kur pasen që ishin këta, kur filluan këta me vezë, dhe filluan këta me të vendosur fytyrat e njerëzve nëpër pemë, e kur vendosën këta kërcënim, ato që duhet të një shoku kësaj, biletat e një antisemiti. Edhe thot, do vinë në pushtet, thot, dhe do shkojnë në burg të gjithë ata që kanë shkuar në koncert. E kupton ti apo jo? Është turpshme kjo, është qesharake komplet. Shqipëria re deluzionale ajo që thua. Një përfaqësues i protestës nga më të zëshmit. Edhe thot sa të vim ne thotë në qeveri, një vit burg thot gjithë ata që kanë shkuar atje në protest. Kjo pra është Shqipëria re. Tani këta nuk kanë numrat, janë të merruar nga numrat dhe kanë vetëm hallin shumë të madh që pse këto numra që kanë këta duhet që shkojnë tani edhe të anatemojnë ata që shkuan koncert. Shqipëria europiane është Shqipëria që investon, është Shqipëria që gëzon, është Shqipëria që pomo edhe mikpret kombëtar, i cili e ka të gjithë mënyrën dhe mikpritjen e mundshme të Tiranë për të qenë. A e pat çfarë tha Kanye West kur largua falenderoj shumë kryeministrin Edi Rama, shqiptarët për një super mikpritje, për një koncert super. Këta tani u mërzitën pse të rinjt shkuan ke koncerti dhe nuk shkuan ke këta. Po dini këndoni njerë. I keni quar me zor, me mësues, i keni marrë mësuesit, jo vetëm ju mbledhin votat, por edhe ju shesin biletat e koncertit. Ka arritur Shqipëria në ditën që të çoj shqiptarët me zor në koncertin e Kanye West. Në këtë pikë arsimi që mësuesit e shkollave të mesme, Shqipëria jo vetëm që mbledhin vota për ju, po shesin biletat të çuar në zor. Nëse pas ka arritur në këtë pikë, në këtë pikë i keni çuar mësuesit, në vend që të bëjnë dije dhe të bëjnë shkencë, mësuesit shqiptar mbledhin vota për ju dhe shesin bileta për Kanye Westin. Në këtë pikë është arsimi. Në këtë pikë është që startup-e ka të marra nga një buxhet i caktuar vetëm për të rinjt, i din shqiptarët këto. I din, prandaj janë në shesh 24 u gënjyen pa dashur se kush mund t'i shqiptar, kur e pan që Flamingo ishte Berisha me obortarët e vet, vendosën ta zbraznin bulevardin, edhe vendosën të vazhdojnë jetën. Ta tani mërziten sepse vazhdojnë jetën populli shqiptar dhe rinia shqiptare. Se duhet gënjesh, përvese për Kanye Westin, për arsimin, për shëndetësit dhe për protestën të gënjesh tani. Anatemuar, pse kanë shkuar në koncertin e Kanye Westin dhe janë sharë, e janë degraduar me komente negative, janë bërë në për po kryeministri jo të mor me protestues duke gënjur përcënuar pse kanë pranuar të shkojnë në koncert, që është një çmendurie e madhe, duhet të kuptojnë shqiptarët. Po t'ju vim Shqipëria e re e cila u premtua është veçse një Shqipëri e vjetër me disa fytyra të reja që përdoren si të reja, por vazhdon shtëpia Shqipëria e vjetër e Sali Bufi. Është Sali Bufi në shesh,
kanë nxjerrë ca nga ata të vetët dhe kujton tani se do i gënjej shqiptarët. Po mirë Rama që ka këtë shqiptarët. Asnjëherë nuk i gënjen dot shqiptarët, e kanë marrë rrugën europiane, e kanë votuar Partitë Socialiste me 83 mandate vetëm një vit më parë, pikërisht për këtë arsye dhe pikërisht sepse vendosi pikërisht sepse populli shqiptar vendosi Partia Socialiste, ajo që e çon Shqipërinë drejt Bashkimit Evropian, që ju thot hajde. Ne po bëjmë vetëm këtë. Po çojmë Shqipërinë Bashkimin Evropian. Ta janë të mërzitur, vendosën, anulloni në BE, shkojnë në Parlamentin Evropian, paketën e maleve, anglisht. që ju vinë eurodeputetët, ne shajmë me Diramën dhe qeverisjen e vetë. Momentu se dhe kriminale, edhe shqip, edhe anglisht, edhe shqip, edhe anglisht, hajdutin dhe kriminelin, e shajmë dhe shqip dhe anglisht, autokratin, hajdutin dhe kriminelin, e shajmë dhe shqip Qofse ke ardhur këtu se do që të marrësh mikrofonin dhe do të dalësh e zonja protestës, bëj një kështu intervizë vetëm me yllin që të promovohesh, se mos do të jesh ti figura, se e kam parë që duan shumë nga po marr këshilla nga dikush që u përzjodh nga Por me sa kuptoj unë, keni vetëm më i votuar në Elbasan. Po marr këshilla marketingu nga dikush që një pas. E bën dot. Absolutisht. Po atëherë ti jo, nuk e bëj dot. Ti nuk e bëj dot. Është një gjë refuzoj ta bëj. Të cilat nuk e çon që ti bësh që refuzoj ta bëj. Të përzitem nga një autokrat për të bërë më e votuara e një qartë nuk e bëj dot. Pas një karrierë politike, pas një ide politike, duke sharë Shqipërinë, duke sharë hajdutin dhe autokratin e Dirama. Kaloj dy kolegët se këta, ju lutem. Por kaloj pak Sara të lutem. Kaloj pak dy kolegët një sintezë të asaj që thamë. Autokrat dhe që ka sjellë në organizuar e denoncoj po më bëjnë shenjë që duan të ikin këta. E denoncoj dhe shqip. E shojmë poshtë më thonë Antoni me apo se s'ke çat thoshe. Kan Hoxhën po më thonë që e shojmë poshtë. Po më bëjnë shenjë që të ikin këta. Ju lutem, a mundet Abileka? Ka një fare etike komunikative. Abileka, ju lutem. Ju lutem. S'ka me tik. Ti po Ju lutem. Që s'ka etik. S'ka me tik apo? Me ata të cilët nuk përshëndesin. Dakor, s'ka etik jam në rregull. Nuk ka me tik. Nuk pres asgjë nga Se është turp, më thot njeri më shkruan një miku im, të rregull se është turp. Debat. Edhe Zhvejku thotë debat është kjo tani dhe nuk kemi çaj bëjmë, Luigi i nderuar se kështu është kjo punë. Zhvejku thotë njeriu bën çfarë doj, por nuk ka lezet. Shumë të verdhë nuk i koaliduan shumë këto kamerat, nuk ka rëndësi tani, nuk prishet me. Nuk e mbyllim me, se na e mbylli shteti. Tani po ta mbyllim dhe ne, e mbyllim fare. Po unë e shikoj si dalë tu dhe di si do dalë në këto media sociale. Do me thënë, do dalë si me smundje, i verdha vajzat. Po ty s'kanë gjyt as me vezë? Njofto barabrakisht, nuk je smurë dhe. As me vezë nuk e kanë gjyt? Ja, dhe në tona Bilega doli verdh fare, tani sigur të ka të nga Citali. Nuk jemi smurë. Tani, Anton, si e mendon tani këtë? Deri këto që thamë deri tani. Nuk ka të gjyt. Se të gjitha gjerat nuk po kuptojnë në vendin që jetojmë. Shiko, mendoj që ndërtimi i retorikës nga dy palët është pak i gabuar. Pra, unë po e filloj nga protesta, me gjithë se unë jam një nga njerëzit që mbështes protesta. Në qoftë se protesta e mbështesje. Protesta s'është vetëm ajo që të shesh, protesta është dhe ajo që s'është shesh. Okej, dakord, jam dakord. Në qoftë se i tërhiqesh nga një pjesë që ka qenë në bulevard. Jo, protesta është nuk vazhdo vetëm shesh. Sigurisht ka mungesa, ikin njerëzit të vishin, por është më e madhe, është ata që ishin në ty dhe që treguan. Respekt për ata që ishin. Por, protesta nuk mund të njësoj Kanye West me vendimin e Ramës për të disbursuar 4 miliard lek për të animuar koncert. A ishë vendimi që të parë ligjërisht? Dy të rinjë më shkruan Dervishi që flasin për Shqipërinë e re. Parlamenti arshëm. Po besoj që këtu ke dhe pak përgjësi, se do të nga ndalosh kohën edhe pastaj jemi... Po naturisht që kam e... Nuk ka asgjë të keqe, për mendimin tim nuk ka asgjë të keqe debati, po asgjë mbivendosjeve, po që mirë do ishte të bëjmë pa mbivendosje. Pra,
nuk duhet bërë kjo. Në protest pati disa zëra, se protesta ka shumë zëra, që njësuan pjesëmarrjen në koncertin e Kanye Westit me mbështetjen e Tiranës. Nuk është fare, nuk është njëjta gjë. Me refuzimin e protestës, nuk është njëjta gjë fare. Mund të jenë edhe protestues një pjesë aty që kanë shkuar te koncerti dhe s'ka asgjë të keqe. Flasim për një këngëtar të nivelit shumë të lartë, sigurisht edhe të rinë shqiptar, edhe mosha deri në 30-35 vjeç, ndoshta edhe më shumë, e njohin, e kanë ndjekur, janë rritur me të, etj, dhe nuk ka asgjë të keqe sikur të shkojnë te ai koncert. Nuk e njollos koncertin çfarë bëri Rama. Ajo që bëri Rama i takon një gjuhë politike dhe një çështje politike dhe ligjore, siç është bërë nga Lapa e siç është bërë nga PD-ja sot, ka shkuar në gjykatë kushtetuese, ka shkuar dhe është denoncuar në SPAK. Në qoftë se ky akt normativ është i palishëm, të do të thonë organet e drejtësisë. Politikisht, vendimi për të marrë atë ndihmë për të ndihmuar koncertin, mendoj unë, politikisht duhet të ishte shumë transparent, duhet të tregonte arsyet pse e bën këtë dhe pse nuk e bën një tjetër. Sepse ne kemi një koncert tjetër tani të Zukeros për shkakun. Pse nuk shkon te Zukero parat për shkojnë te Kanye West? Mund na shpjegoj dikush? Sigurisht jo. Sepse vendimi është jo transparent dhe jo i argumentuar. Për këtë arsye, ai është një vendim që quhet personal, jo vetëm nga mediat shqiptare, por edhe nga mediat e huaja. Dhe nëse e pat, mediat e huaja ishin ato që e kishin të gjitha në titull kryesor se si u financua me 4 miliard, 4,2 milion euro koncerti Kanye West. Pra i bëri përshtypje vetëm shqiptarëve, por sidomos të huajve, se ne jemi mësuar me një vendimmarrje personale të Tiranës. Tjetra është pastaj që jo çdo njeri që ka qenë aty, siç pretendon pala tjetër, është njeri që ka refuzuar protestën. Absolutisht jo. Bile pati aty njerëz që po thoshin Rama jepet dorëqen, pati dhe zëra kështu që tentuan ta politizonin, por nuk e arritën, ishin pak. Kështu që dhe nuk ka absolutisht asnjë arsye të thuash që kur del dhe shan Edi Ramën, shan Shqipërinë në Europë apo në Shqipëri. Nuk shan Shqipërinë kur shan Edi Ramën. S'është Edi Rama kryeministri i Shqipërisë? Edi Rama është kryeministri që është palë në Shqipëri. Kur ti kritikon kryeministrin e Shqipërisë, nuk janë të shqiptarë. Është kryeministri i cili është je një palë në Shqipëri. Duke ndjekur të gjithë reformën, të gjithë rrugën për Bashkimin Evropian. Prandaj ka opozitë Shqipëria. Prandaj ka opozitë dhe prandaj ka dhe protestë. Demokracia. Jo, ne duam të futemi, por nuk duam të futemi me këtë. Europa nuk është takim me prindër atje, që shkon edhe i tregon se çka ke qefti. I ka këto, i ka të lejuara opozitën dhe protestën, pikërisht për këto arsye që ta kontrollojnë qeverinë. Patjetër. Dhe kur ftohen në Parlamentin Evropian si palë, sigurisht që do kritikojnë qeverinë, do flasin që mos e futesh në Bashkimin Evropian me Edi Ramën. Siç ka bërë Partia Socialiste. Siç ka bërë Partia Socialiste kur ishte në opozitë. Nëse të kujtohet, nuk e di atë kujtohet, kur Partia Demokratike ishte në pushtet, akuzon dhe Partia Socialiste që shanë në anglisht Shqipërinë. Dhe kjo është një loj e identifikimi i kryeministrit me vendin, është një loj autokratike. Kudo që ndodh dhe kushdo që e bën. Jo vetëm kur e bën Berisha, po edhe kur e bën Rama. Është mentalitet autokratik që ky që është kryeministër përfaqëson sot Shqipërinë. Jo, nuk është e vërtetë që përfaqëson Shqipërinë. Ai është në detyrë, është i shërben vendit. Ka lidhje me thirrjen dhe kushdo që shkon e kritikon Bashkimit Evropian për të mos e futur Shqipërinë. Bashkimi Evropian në këtë status që është, thonë këta, në këtë mënyrë se si qeveriset. Pra, indirekt po i thua që mos fut Shqipërinë. Indirekt po i thua mos fut Shqipërinë. Është e qartë, është kështu e barë, e thot eksaktësisht. Ndajmë si koncepte, jo me këtë kryeministër. Dhe t'i zhvillojmë të dyja. Tani nuk vjen Europa të ndër kryeministrin, ti e koshent për ta them unë me që të flas. E para njëra, askush nuk i thot mos e fut Shqipërinë, i thon mos e fut Shqipërinë, mos e fut, jo. I thonë, kjo qeveri nuk është e denjë për të futur Shqipërinë. Pra, mos e futur Shqipërinë. Kjo qeveri. Jo mos futur Shqipërinë. Shqipëria mund të bëjë një qeveri tjetër. Do më thënë, të bëjmë një qeveri tjetër, bëjmë një politikën të kanë dalë me kanë kërkes të parë protestës, për po fshejnë gjë. Kërkesa e parë protestës është dorëheqja e qeverisë. Pra, këta thonë, kjo është qeveri, kjo është protestë, ta mbarojmë që këtë. Ta mbarojë, të konkludojë Bilega dhe të Orgja që ka
40 minuta. Pra, protesta kur thotë që me këtë qeveri ne nuk është denjë për ta vënë Shqipërinë në be, protesta e ka kërkesë të parë këtu. Patjetër, le të Dorëheqja e qeverisë. Le të formatohet, Nuk po kërkojnë, edhe të na dali përballë. Po kërkojnë dorëheqjen e qeverisë të parë. Kjo nuk ndodh pra. E dyta. Po kjo nuk ndodh. Presioni prandaj bëhet që ndodh. Presion e madh. Edhe kur e japin mikrofonin, e japin pikërisht sepse kanë dalë me këto kërkesa, nuk e japin mikrofonin se janë në shtëpi duke fjetur gjumë dhe u thonë hajde në Parlamentin Evropian. Politikën e brendshme. E dyta, në flasim me radhë. Është anti-shqiptare, kaq. Kaq. Okej, Hoxha, një sekond. E dyta, nëse thua që ka dhe njerëz që thonë që Shqipëria nuk do të futet në Bashkimin Evropian, nëse nuk plotëson parametrat, dhe ka drejtë për këtë. Po, patjetër. Ka një opozitë që thotë, ka gazetarë që thotë, unë jam i këtij mendimi që Shqipëria nuk duhet futet në Bashkimin Evropian nëse nuk është vend demokratik. Shqipëria nuk mund të futet në Bashkimin Evropian nëse nuk është vend i korruptuar. Nuk mund të futet në Bashkimin Evropian nëse pastron parat. Të fut Bashkimi Evropian vet, nuk është se mund ta gënjesht Bashkimin Evropian. Nëse Bashkimi Evropian ndjek. Nuk e gënjen dot Bashkimin Evropian. Po flasim si qendrim parimor. Bashkimi Evropian nuk të fut vet po i patë këto. Po të futi, do të thënë që nuk i ke. Është e thjeshtë. Të lutem. Mos i ngatro se janë qendrim parimore këto, nuk janë qendrime. Jo se është bërë si rrugë kjo. Nuk janë qendrime dite. Çfarë ka këtu për të ngatruar? Unë ty po them, ti thua, nuk futesh me korrupsion në Bashkimin Evropian. Unë po mundohem të ta shpjegoj. Sara të vendosim po nuk të lë Bashkimin Evropian. Kemi një problem. Nuk të lë. Duhet të konkludoj dhe pastaj ti thuaj çfarë mendon. Po nuk thot pra. Jo ka një problem. Po e kuptoj. Nëse ti do flasësh pas do fjalie të secilit njeri që unë kam ftuar këtu, popullata meqense shto dhe vapën nuk kupton gjë fare. Unë them ti fikin të prapë. Se do na fikë, do shpotonin, aty ke fare, unë bëni jo nuk do ikë. Jo më ti, jo. Ne kemi thënë për folur, po jo për fikën çdo njeriu. Meqense deputeti është minorancë, ka patjetër. Po ne kemi se ka problem pra ti thua çdo njeriu nga një jetë tek. Unë se kam problem. Unë jam një dhe unë duhet të jem sa për 4. Po unë se kam problem fare, po edhe pesh nuk jam dot si palë është një dhe ka drejtë. Por ti përgjigju gjithë secili. Dhe ylli është me ty, unë s'kam fol akoma. Edhe ti je me mua. Pra, ti i çak. Është si moderator pra. Po jo pra ti po bën humor bëj. Po s'po bëj humor, po them unë s'kam folur. Ai është me mua më shumë nga gjithë që ta kuptosh ti, mos e ke kompleks fare. Jo s'kam kompleks. Ai është me mua më shumë. Po unë jam me veten time ti. Të la pa të folur, vjen keq. Tani ky ka të drejtë të thotë çdo gjë sepse ka 40 ca minuta që nuk flet. Po, patjetër. 40 minuta njeriu unë do kisha ikur. Po të ndërpreva 20 sekondë. 50 minuta. Po jo se ti po llogaritë dritat. Po edhe dritat. Po jo pra tani. Ndërpreva 1 sekondë. Hoxha, unë do t'i bie shkurt se nuk do harxoj shumë kohë sepse është më interesant debati që kanë palët që janë në këtë moment në lojë. Gjithsesi, unë mendoj që unë sisha bilesu mundova që ti kja që pikë mëngjesit shtunën, mos isha në Tiranë. Kur shto? Shtunën që ishe koncerti. Tirana u blokua dhe kam iku sa më larg dhe sa më lart kam shkuar në Mart të Morrit. Që andej nuk më prishte punë koncerti. Dhe Papamondi aty jo. Po Papamondi rrin në Tiranë ose të rrit nuk rri aty. Jo po vjen dhe ai. Atje është Bazaliu, po s'vjen ai atje kur s'ka. Ai vjen kur ka ngjarje. Adet atje, nuk ka pse të vi. Tani ky koncerti ylli, kthehemi te kjo pjesa. Na dhan këto shifrat e 100 milion euro që ne përfitonim, 60 milion, 70 milion. Koncerti që i njëjti këngëtar do bëjnë në Madrid, dhe po flas në Madrid, në një vend me 45 milion banor, me një standard shumë të lartë jetesës në Tiranë, gjithsej llogaritet në 45 milion të ardhura, pra në Madrid. Dhe qeveria spanjolle, unë nuk di që të ketë ndërhyrë atje, le më tepër të ketë ofruar në një fond nga fondi rezervë. Megjithatë, para se të bëj, po valla jam marrë shumë koncerte. Sigurisht do ndërprisje. Jam marrë Sa premtove publikisht do ndërprisje. Po jam marrë dhe me koncerte Dule Malindit, jo me koncerte kaq të mëdha. E para, e dyta. Që të jemi tani të kthehemi në realitet. Para se zhvilloj koncerti, pra një ditë masi u lëvërua fondi, kam folur me shërbimi Zjarfix. Dhe i kam thënë, sa Zjarfixe të reja blini me 4,2 milion euro. Dhe një nga drejtuesit e shërbimi Zjarfix, sa po të na japin këto parafa, nuk kemi nevojë për Kanaderin, ai avioni që vjen e fik në ajrin. Se ble një flotë të re me Zjarfixe. Dhe s'kam nevojë, tha që i Zjarfixit me
shkurra atje për fikur zjarë. Se zjarri ka rënë në të gjithë. Po nuk kanë zjarë fikse, o zotëri, do në zjarë fikse. Kush me emergjente, koncerti apo zjarë fikse? Kur bje zjarri, ne qatë qojmë. Sot, ylli, kam parë 2 helikopterë të anë forcat armatosura, Cougar, që janë helikopterë për transport të trupave tona të armatosura, i kishin vënë një fuqi nga poshtë dhe i kishin quar për të fikur zjarri. Tani, helikopterët tanë nuk janë helikopterë prap karkales për fikje zjarri, janë për transport të trupave të armatosura. Sot i kam kapur me foto dhe me video mas dite, nuk e mora veç ku këshere në i dri zjarri, po të 2 Cougarit tanë që janë blerë një thes me para, kishin vënë ai fuqi nga poshtë edhe shkonin për të fikur zjarrin. Tani pyetja që më lind, ku na vlej më tepër ato paratnë? Tek fikja e zjarrit, te shpëtimi i vendit, te i pasurisë qytetarëve shqiptar apo te koncerti? Vim te pjesa tjetër. Ai mungon. Ai dha ylli, se kishte shumë interesante. Po mund të jetë njëri kot, e kupton se po bëjmë fjalë për një teknike. Fare kot. Po të një lutem shumë. Dhe tjetra, Acarohet njeri vë. dhe tjetra, teksa po e mbyllja, këta të zjarë fiksis më thanë, do të vish në koncert se kemi bileta falas. Pra, zjarë fiksis nuk i kishin quar zjarë fikse, po i kishin quar bileta falas shko në koncert. Të vinin këta. Por e kishin bileta falas. Mos e bën shaka. Po s'po bëj shaka, ose po them ma dhamë për bëj shaka. Se se ke përfundu nga analiza dhe krimi. Se veni, ka krimi më të madh se ky, krimi mjedisor, është krimi i mirë, Ty të ka kap koncerti. Mirë, çfarë dule Malindin dëgjoj, nuk ke marrë. Koncerti që të zinte Ose Arif Dushën, deri te Arif Dusha njoh. Se njoh te. E të fuste Keni West ty në këtë shok që na the këtu. Ti çosh 4.2 milion euro të qytetarëve taksapaguesve shqiptar, se jo gjithë shqiptarët do të shkojnë në koncert o zotëri. Siç u thoni protestuesve ju. Ju thoni kemi 800.000 vota, shumë mirë, bravo qoftë. Këta janë 800.000. Tani, atje në koncert, a ishin 2.400.000 shqiptarë? Jo. Tani, pse o mendi parat shqiptarëve, jo dhe i qonin koncert? Atje ishin gjithë 30-40.000. 60.000. Qartë. I kini quar ju këta me bileta falas. Se 20.000 janë me këta 4.2 milionëshe. 20.000 bileta, janë blerë ma. Fakti që i thua ti. Ti the që s'do më dërpresës. E unë po e them, jo ti. Po mirë, me shumë respekt. Dhe vim të pjesa. Kjo që po thuti. Dhe vim të pjesa. Pra, si arriti qeveria dhe ministra qeverisë të vlerësonin që impakti do ishte 100 milion euro. E si punet i projekti Zvërnec. Më thonë dhe 10 miliardë ata, kush i pengon? Se në fundit, kryeministri thotë s'ka projekt në Zvërnec. Atëre, si e llogarisin që është 4 miliardë shpenzimi dhe koncerti? Aty se ka llogarit njeri. I futet ti një injekton një 4.2 milionsh, atëre nga e llogariti që e ardhura, ati është 100 milion, ose 200 milion. Po llogaritë e mia janë pa VKM, llogaritë e kryeministrit janë me VKM dhe me preventiv. Pra, kryeministri merr 4.2 milion euro, kurse llogaritë e mia ja lasën ndek nuk dalin. Ja lasën ndek nuk dalin tuaja. Dhe të vazhdoj të pjesa tjetër, pse është krijoj një precedent? Unë jam dakord për këtë që s'kapse të merret, po doja të bëj kallëzimin, sepse prokuroria duhet ta filloj pa kallëzim fare. Dhe le ta nxjerrë, ta certifikoj që koncerti po nuk ka patur shkelje. Por në pikun e sezonit të zjarreve, kur ne jemi vend me risk të lartë, kur ne varemi nga vendet e Bashkimit Evropian. Nuk kemi dhënë fondë për zjarret, po lërë. Po nuk i kemi ose si deputet, nuk është përgjegjësia jote. Është përgjegjësia e kryeministit. Duke ja fut kot. Lërë tani me këtë nuk je në ekzekutiv. Ti je legislativ. Por kryeministri ka 5 vjet që thot do blem një kanader. Ka 5 vjet. 5 vjet kanaderi nuk vjen. Kemi blerë, çdo budallë legislativ, po jo kanaderi. Dhe e fundit. Se aty kanë ardhur ka një kontradikt Sara në ato që thonë. Mbylla. Po pra mbyllë pra. Mbylla tek kjo pjesë. Tani, gjë e fundit që do të them, s'kam parë në asnjë vend të botës që të përfshihet ministria apo qeveria në organizimin e një koncerti privat. Ç'pun ka qeveria aty? Koncerti mund të dështoj, mund të ishte shumë i suksesshëm. Nuk mund ta mbështet. Qeveria merret vetëm me rendin e sigurinë, kaq. Nuk e mbështet, nuk është do të afare zero. Është iniciativë private. Mirë. I doli mirë, qari ati, i doli keq. Nuk ftohen këngëtarë nga qeveritë në vendet tjera. Jo. I organizojnë kompani, jo qeverit. Qeverit merren me rendin dhe sigurinë, mbarvajtjen e aktivitetit. Nuk fton qeveria e Ylli e Malitzi atje.
ftojnë kompanit në Budva ose në Kotor, çfarë do lloj këngëtar? Kës kam parë atje. Cilin këngëtar? Do të themi këngëtar, të ftojnë ata. Një këngëtar. Do një këngëtar ta themu, se ka ndruar jetë. Dhe këtë para disa muaj. Halit Besliç e thret. Nuk shkon dhe t'ia skuq. Kompania nuk e thret qeveria e Malit Zidor. Nuk thret qeveria e Greqisë. Nuk thret qeveria e Maqedonisë. Që për qefin e tyre janë duke bërë një nuk thret asnjë lloj qeverie këngëtar. Sara, okej. Kemi një gjë kontradiktore të thjeshtë. Se ti merr përsipër një gjë që është barajote. Ne duam të diskutojmë. Se janë dy ndër turistët shumë. Ç'nevojë ka tani për të promovuar për turistët? Ju thoni na mbyllë turistët. Se neve, domethënë, kemi mbyllur portën. Këta që kemi 12 milion, faleminderit shumë, kaq ishte ambicia jonë tani për të ardhur më shumë, dakord? Patjetër më. Ne ku të gjejmë, ne një më shumë, dy sy më shumë. Sara, po ne po themi na kanë ardhur 12 milion pa buksa. Ne po kërkojmë te zvërnesit vinë elitarë. Po bëjmë. Po pra kjo është më, kjo është. Tani të lutem. Kjo është deklaruar nga qeveria. Nuk mundesh. Në fakt duhet bërë turizmi, Sara. Nuk mundesh të kthesh. Turizm elitar apo turizm low cost. Shkoj shumë mirë, njerëzit u kënaqën. Gjithka shkojnë në mënyrë ideale, ta kthesh tani. Ai është iniciativë private. Ç'u ka kryeministri me koncertin? Të brendshme të një kauze të caktuar. Por ç'u ka kryeministri me duhet bërë ja një minutë, të lutem. Sara, shiko sa e thjeshtë. Siç e perceptoj unë, ju dëgjova të gjithëve. Po këtë punën e turizmit si e perceptoj unë. Shiko, unë jam një njerëz që shkoj shumë në Bregdet. Po, e di. E di. Tani shkoj shumë aty. Dhe çfarë gjeta për shembull këtë radhë? Vajta unë në një hoteleri shumë të mirë. Po. Me një gatim të shkëlqyer të gjithë, me shërbim tani shumë të lartë, niveli i lartë. Po çfarë kisha aty tani? Pash unë. Që thotë turizmi i madh. Këta të huajt ishin disa që vinin me furgon shumë. Po prandaj duam bëjmë projekte si ky neve ylli. Dhe ndanin byrek. Vinë me rulo, po. Flinin në rulo. Dhe tre veta ndanin në byrek. Pas ditë vonë, do shta anin edhe kështu për djetë. Jo, po të mbaroj unë. Mirë. Se kam pritë shumë ma vdisha. Jo, qarë pash tjetër unë? Po tani vetëm ti ke folur, po unë do t'jap video dhe ta shikosh. Ja shikosh. Unë s'kam folur fare, po shiko. Çfarë pash shumë tjetër? Përveç hoteli shumë mirë, që ishte. Mirë po ai, hoteli shkreta aty dhe shumë hotelet të tjerë, simpaj sa kemi ne, nuk jetojnë dot me mushkonjat. Se më tregonte kryetari i bashkisë, 10 shumë herë kishte bërë kërkesë ministrisë që ta bënte tenderin kur mushkonjat janë në larva, që ngordhin që tani hidh bomba atomike, mushkonja nuk ikën me. Që nga Qeparoj, jo, ku zbret, si quhet? Palas, po. Që nga Palasat deri në Greqi, në Borsh, të çan mushkonja. Tani ta kthej një përgjigje. Unë hapa dritaren natën, se u bë pak ftohtë. 23. Kjo është review negative e Angre. Për shkak grupit Djakut, 23 pickime, o zotëri. Pra këtë turizmi tani. Ja të lutem. Pra për të bërë turizmi. Jo më kthej përgjigje, po unë do vete prapa ndë dhe prap do jemi të gjendje. Pak në njoftojnë për grupin e Gjakut. Tani ta kthej një përgjigje. Shiko se është situatë. Ti di që vjetë e vodhën tendrin e ilaçe për mushkonjat. Ore ma spjegoj kryetari i bashkisë. Tendri, Helmi. Zuri goja lesh. Helmi mushkonjës. Bokallzim. O kryetari juaj, o zonjë. Kryetari juaj i bashkisë. Se u vodh tendri për mushkonjat. Kryetari juaj. Kush kryetar? Ja sa i zonë. I vjedhës Gjak Pirsi, Helmi. Ulmi. Me zuri goja lesh tha për të kërkuar tender më tha. Që të realizoj në kohë... Duhet kishë vërguar akë normativ. Nuk ka, edhe të huajt ishin të gjithë. Tani një përgjigje. Nësa shqiptarët ishin këta me makina të dëndër. Tani lere tani se bërë lajmin, po tani më gjëmë një. Jo, nuk bërë lajmin. Po e bërë tani lajmin me këtë, do të 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 qohë mushkonja ju dhe Rakipin. Ja, vuri titullin ajo, që Hajdor, jam Jo, me e kam thënë erë tjetër, kam baru lajmi, e kam thënë erë tjetër. E ke thënë, tani. Për këtë... Kjo i bje që Yllin ta ketë futur Greqia, të bësh propagandë kundër. Ta vetëm i fjalia, po s'lejo. Ja, thoj, po them, po koordinojnë të Ylli, për ne që ndodhi. Do të zhgënjit se për këtë historinë e mushkonjës spesifikisht, nuk kam çfarë të them se nuk kam djeni. Deri tek mushkonja e si është tenderi mushkonjës... Që grup Gjaku jeti? Unë jam A negativ. E, ty s'të kap. Tani, negative, gjithkohës. Tani, përsa i përket pjesës tjetër, përsa i përket turizmit, dhe ju me të drejtë e thatë dhe e cekët, duhet të kaloj Shqipëria dhe ka sot mundësin për ta bërë standardin tjetër dhe për të kaluar në një turizm më elitar. Këto donim bënim në Ylli. Dhe ky është pse projekti Zvërnecit
i Sazanit, i tjetrit, hapin rrugë për një turizëm patjetër shumë elitar. Kjo nuk do të thotë se ne nuk jemi të kënaqur me ata 12 milion turist dhe kjo nuk do të thotë që në ata 12 milion turist aty nuk ka elita, aty nuk ka njerëz që po shpenzojnë shumë para në Shqipëri, apo që kanë influencë ndaj njerëzve që mund të shpenzojnë shumë para në Shqipëri, por po, jemi koshient që turistët që vinë në Shqipëri nuk i përkasin në mënyrë masive një shtreset të lartë, të shoqërore dhe ekonomike. Prandaj Shqipëria, me ato bukuri që ka dhe me ato cilësi që ka, si ke mikpritja, si ke gatimi që ti i quajtë shumë mirë, e ka sot mundësin, të lutem që ta mbaroj, e ka sot mundësin që të inicioj dhe investoj projekte madhore që mund të thoni një gjë shumë thjesht. 12 milion pas në qenë kotë. O, jo, pa, gjithë të turistë që kanë ardhur, që prem biletat, ç'lidhje ka tani kjo punë tani? Ç'lidhje ka, më thonë, që të marrë qeveri, të shes qeveria biletat. Kush i ka shitur? Oj, a kanë ardhur 12 milion turistë këtu tani? Ore, je marrë dhe ti me këto muhabetet e këtyre. Janë muhabetet e këtyre. Në këtë punë kemi, me këtë punë do merrem. Janë realiteti. Pse u argjuam këto? Ditë ma thuash. Nuk janë realiteti. Ajo është për të suportuar në mënyrë të atill që artisti ndërkombëtar të ardhjen kaq. Të mos anullon të artisti ardhjen. Të vëja edhe mbarojmë. Tani më thot ky Arbëria do apo të shpërthej. Apo të ikit. Arbër? Ndiqeni pak më shumë kërë. Çka do thoshe se... Do thoja... Për RTV. Do thoja këte që jemi 5 veta këtu që përmundohemi të shpjegojmë një zonje që paguhet me taksat tona, që biseda bëhet me radhë. Arbër, ne flasim për publikun. Pas këti probleme në Arbër. Gjithë problemi Shqipërisë këtu është se tani popullata Arbër shikon... Popullata shikon dhe shkruan. Ofenduese. Ja, ta mbaroj. Sara. Lutem, po. Dhe në parlamentin... Arbër, jo, të lutem. Për ato tavolinës. Po, zonja Mila në librin e edukatës qytetare, në vitin e parë gjimnaz, mësohet rregullat e bisedës me radhë. Dhe ju me sa duket se keni kuptuar akoma. Dhe ju sa po morët 10 minuta ko vetëm të merreni me këtë muhabet, se nuk keni çfarë tjetër. Ai s'ka folur 1 minutë. Po, kush? Ky? Po të flasë, pra mos merret me mua. Po ti shelema? Po unë s'fola fare, mo. Ti pagues me taksat e mia, zonë. Kjo s'ka edukat, unë s'fola fare. Si tu s'fola fare, Sara? Nuk i fola tani, më zotëri, nuk i ndërhyra. Mori fjalën dhe u mor me mua. E kupton çfarë po të them apo jo? Ti pagues mos u mor me ty, ajo thot. Me mua. Tha jemi 5 veta këtu, tha, po edukojmë durimin e ku diun çfarë tha. Po lëre 5 veta dhe ot gabim bëri, mos u merri thotë. Dhe nuk po ja dalin dot. A mund të vazhdosh, Sara, të lutem, a mund të vazhdosh, Arbër? Unë e them këtë që thash sepse zonja paguhet me taksat tona. Në Parlamentin Evropian. Jo, me sa duket, jo, po duhet ta shpjegojmë patjetër. Apo synuar pas mejes, ka shumë qeft merret. Po. Fol mor zotri. Në Parlamentin Evropian, në Parlamentin Evropian, në qoftë se ju i ndërprisni fjalën deputetëve, kryetari i parlamentit ju nxjerr për jashtë, nëse silleni si çimisioni. Ti po më thotë nxjerr unë jashtë të bëni vetëm ju këtu fjalë. Jo. Ajo është mbledhja juaj pastaj. Do flasim pak me radhë. Unë e kam thirrur për të është minimumi. Për të debatuar. Megjithëse kjo nuk duhet të ndrysh. Patjetër. Mbaroj njëri ti ndryte të katërt. Por me lërë të mbaroj tani. Drejtaj se vazhdo. Po se të them aty të fikin dritat prap. Po thuaj të fikin. Po qeveria në shumë mund t'ju thuash ti aty. Se mërziten. Po, tani. Arbër po. Po, para 2 javë pas protestës, pasi protesta kishte filluar, Parlamenti Evropian i ka sqaruar e bardha mbi zez me rezolut qeverisë shqiptare që duhet të anulloj urgjent ligjin për zonat e mbrojtura. Është e vërtet. Është e vërtet 100%. Është e vërtet. Është e vërtet. Hajde ta vërtetojmë bashkë dhe ta shohim kush do njënë. A mund ta e ke aty e lexon? Doni ta lexoj tani? Po. Po, nuk e kam tu para meje, po nëse nuk e keni parë, nëse nuk e dini këtë lajm tani për çfarë po flasim, nëse nuk e di mas këtë. Ore, po flasim me njerëzit, Arbër, po flas me njerëzit. A mund të ja thuash njerëzve? Parlamenti Evropian thot, 2 pika. Po, një rezolut e cila... Jo. Doni t'ja u citoj, mirë. Po. Vazhdo, më jepni 1 minutë kohë dhe t'ja unë Mere minutën. Bukur. Dhe, më jepni 1 minutë, atëhere vazhdoni flisni. Ju pas 1 minutë e ktheuni prapë të pas 1 minutë, po. Po. Tani shiko, të vendosim rregull të kjo pjesën e kam betur. Nuk flas fare unë, u vendos rregulli. Flasin këta dhe unë do të dëgjoj. Jo. Ose ti ki fare unë dhe të flasin këta. Jo, ti do flasë.
Po jo më mirë kështu, se i shoh që i irriton. Ti respektojmë, jo ti respektojmë. Se nga që të mbarojnë, ja të lutem. Reelsat e Instagramit, prandaj. Ti respektojmë. Një sekundë, ja të lutem. Tani, për të plotësuar kjo minuta që deshi Arbri, një tjetër çështje që ju të mendoni tani ta fokusoni dhe do të vijoj Arbri pasi na lexoj atë. Një tjetër çështje që kanë nxitur reagimet shumëta është bombardimi i disa bizneseve me review negative. Bëhet fjalë për bizneset e personave që perceptohen si të lidhur me qeverinë apo që janë pranë ose pro qeverisë, gjë që ndodh në gjithë botën. Kjo, mund të jenë pro, mund të jenë kundër, ka shumë, po bizneset përgjithësi në vendet e Evropës lindore, nuk dua të justifikoj të gjithë, janë puq me qeverinë sepse nuk quhen biznesmen, po nuk bashkëjetuan me qeverinë. Dhe në këtë pikpamje ka ndodhur ky fenomen, janë sulmuar ato, si të lidhur me qeverinë apo që janë pro-qeveristash. Tani, zonja Vatnikoj dhe zoti Leshi në qoftë se mbaroj atë, si ka nisur kjo fushata? Jeni dakord me të? Çfarë qëllimi ka? Google ka investiguar këtë gjë tani dhe i ka kthyer një pjesë madhe të reviewve. Ja u ka kthyer të zotërve që i kishin për pronat e tyre. Tani, si ka ndodhur kjo dhe ju, a jeni në dieni dhe dakord me këtë gjë? Arbre, gjete? Po e gjeta. Cue? Më dëgjoni. Rezoluta bën thirrje për vendosjen e menjëhershme të një moratorium. Rezoluta. Një minutë. Jo, Pixpari thot këtë. Po e thua ti me? Po jo, ta thot ai se ai po lexon. Po nuk do ta thot ai se ai ka qëllimet e veta. Ti për qëllimet e tua. Po pra. Na lodhet. Amendimet në pikat 47, 48, 49. Parlamenti Evropian shpreh keqardhje të thellë për faktin që ligji për investime strategjike. Është me ligjërat drejtë. Tani ata lexoj apo do? Po lexon. E mo këtë më lexo pra. Parlamenti Evropian thot, 2 pika. Po. Thekson se Komisioni Evropian e ka paralajmëruar Shqipërinë kundër veprimeve që mund të ndikojnë në rrugën e saj drejt antarësimit në BE, në kushtet e protestave kombëtare që po zhvillohen për shkak të një projekti luksoz zhvillimi në shkallë të gjerë. Është e vërtetë. Si s'është e vërtetë? Kjo luksozës nuk është, nuk ka kaluar. Jo. A mundet o zotëri të thash një gjë shumë thjesht? A më citon dot me ligjërat të drejtë që ka thënë Parlamenti Evropian, se këtu kemi një klasë politike, aq charlatane, të majtë dhe të djathtë, sa e marrin atë dhe e bëjnë si që do të kevi njës dhe tjetës palë. Me ligjërat të drejtë, ditë më thuash? Po, Parlamenti Evropian... Po që se kemi lere dhe vazhdojmë atë që nisa. Atëherë dëgjoj, Parlamenti Evropian u bën thirrje autoriteteve shqiptare që të vendosin me njëherë një moratorium për gjithë procedurat e reja të lejeve, punimet e ndërtimit dhe ndërhyrjet e zhvillimore brenda zonave të mbrojtura, derisa dispozitat e papajtueshme të ligjit të ndryshuar për zonat e mbrojtura të jenë shfuqizuar në përputhje me kërkesat afatgjate të Komisionit Evropian, të Parlamentit Evropian dhe me kriteret e mbylljes e kapitullit 27. Keni gjohë për të thonë zonja deputete? Po lexon amendamentin. Jo, e para punës njerë, e para punës njerë. E para punës, a më më folë si gangsterë këtu bolsën a lodhe për zonë. Baj që ka të gjuën, se përgonti mu kur qëtëson dhe kur qëtëson, se nuk kam rënë dorën tate të qëtëson mësë jonë. E para kjo. Dhe mua si zonjë mos gudzo më të më drejtosh në atë mënyrë. E para, e dyta. Amendamentin, po lexon amendamentin që është quar, apo po lexon atë që ka votuar eurodeputetët dhe kanë bërë pjesë të rezolutës? Këtë shpjegoj çik shqiptarëve. Lexova rezolutën e Parlamentit Evropian. Hape lexoj në qoftë se e keni lexuar ju, se ju jeni deputete. A di çfarë? A di çfarë? Jo, nuk e çon tregon. Dgjoj këtu tani. Dgjoj se të dgjova mjaft, nuk të dgjoj më. Ikim nga ky moment. Ju lutem. Të lutem dëgjoj. Po pra, nuk të dgjoj fare. Të lutem, edhe herë, zonja deputete, pjesa e parë, zonja deputete, që të gjitha kriteret të cilat duhet të përmbushi Shqipëria edhe për shkak të kapitullit 27, po pse më falë, çfarë pretendoni ju? Që projekti atje do bëhet pa kriteret e BE-s? Zonja deputete. Ku mund të shkoj kjo punë? Atere, ta them unë këtë, ma dërgoj një koleg, ta them unë, si është? Thekson se Komisioni Evropian e ka paralajmëruar Shqipërinë kundër veprimeve që mund ndikojnë në rrugën e saj drejt antarësimit të BE-s në kushtet e protestave kombëtare që po zhvillohen për shkak të një projekti luksoz zhvillimi në shkallë të gjerë, i cili kërcënon një zonë të mbrojtur natyrore ku jetojnë flamingot, fokat dhe ku ndodhen vende folizimi të breshkave.
mbështet në këtë drejtim kritikat e Komisionit dhe kujton se parafrimi me legjislacionin mjedisor të BE-s përfshin direktivën për shpendët dhe direktivën për habitatet, është një parakusht për antarësimin në Bashkimin Evropian. Shpreh shqetësim serioz se zhvillimet e vazhdueshme brenda zonës mbrojtur Vjos-Nartë tregojnë pasojat konkrete të këtyre ndryshimeve ligjore dhe rreziqet që ato sjellin për zonat me vlerë të njohur ekologjike. Ndjek nga afër protestat masive paqësore që po zhvillohen në këtë drejtim. U bën thirrje autoriteteve shqiptare të vendosin menjëherë një moratorium për gjithë procedurat e reja të pajisjes me lej, punimet e ndërtimit dhe ndërhyrjet zhvillimore brenda zonave të mbrojtura, derisa të sfuqizohen dispozitat e papajtueshme të ligjit të ndryshuar për zonat e mbrojtura në përputhje me një kërkesë të kahershme të Komisionit Evropian dhe Parlamentit Evropian, si dhe me kriteret për mbyllësit kapitullit 27 dhe derisa garantohet përputhshmëria e plot të garantohet përputhshmëria e plot me standardet e BE-s për mbrojtjen e natyrës. Nënvizon se çdo projekt në këtë zonë duhet i nështrohet vlerësimeve të plota të ndikimit në mjedis, plotësisht në përputhje me standardet e BE-s, duke përfshirë një proces transparent pjesëmarrjes publike me komunitetet lokale, shkencëtarët dhe shoqërinë civile. Pra është një shqetësim, Sara. Është një shqetësim i rëndësishëm. A mund ta them vetëm një fjali? Thuaj një fjali dhe se ne jemi në mbyllje të kapitujve, se ju e dini që jemi në negociata për mbylljen e kapitujve. Kapitulli 27, siç e thash dhe unë dhe e citove dhe ti, është kapitulli që i dedikohet mjedisit. Pa u mbyllur ky kapitull ylli, Shqipëria nuk futet në Bashkimin Evropian, që do të thotë ne çdo kriter të atij kapitulli e ndjekim në çdo projekt dhe do të ndiqet edhe në këtë projekt. Bashkë me diellën e ndiqni. Projekti dhe punimet aty kishin filluar. Jo, nuk vazhdojmë më këtu. S'kemi kohë. Vazhdojmë këtu. Reagimet shumëta, bombardimet të bizneseve me review. Po nuk është thelbi punës kjo, bizneset e Gjergj Lucës do flasim ne këtu tani. Seriozisht e keni. Si pëlqen ky vërtet e keni. Do më lësh mua. Zoti Rakipi, më fal, po nuk është. Ne kemi, shiko. Ne kemi një orë të vjetër bashkë. Dhe më lëj, shiko, kemi kaluar një orë me këtë pikë që folëm deri tani. Ky është një problem shumë i rëndësishëm. Për ty mund mos jetë dhe ti mund më thuash mua zotri. Për mua ky është një gjë fare e parancishme dhe unë nuk flas për këtë problem. Dhe njerëzit dëgjojnë që ti këtë vëmendje ke për këtë problem. Unë e drejtoj këtë mision dhe ti do të më lejosh që unë ta bëj këtë pyetje. Në qoftë se ju do të vini aty me idenë që stop për këtë, jeni gabim. Tani, më dëgjoj me kujdes dhe thjesht. Ti e ke dëgjuar këtë për review-t? Po e kam dëgjuar. Si ka nisur kjo fushat? Dhe a jeni dakord me të? Çfarë qëllimi ka? Je dakord me këtë ti? Të bëhen review kundër bizneseve? Që janë dhe me qeverinë ata, punë e tyre. Unë nuk e kuptoj se si policia e shtetit mund të merret me review-t e lokaleve në Google dhe jo me dhunën policore ndaj. O Arber, po të bëj pyetje tjetër. Ti a je dakord me këtë, më zotri? Është dakord për policia mund të jetë një vegël që ngre pushkën dhe lufton për qeverinë, pjesë e qeverisë. Po, dhe në këtë ngjarje, jo, po mos më bishno pyetjes, po të bëjmë pyetje shumë thjesht. Ti e di këtë problem dhe a je dakord me këtë që po bëhet? Se Google i ktheu review-t. Dhe në momentin po flasim, personazhin që ti përmende, do ta thres dhe unë në studio, nëse pas nëse thres gjithun, pa prishtë. Thres e Diramën, Sali Berishën, thres një minutë. A i atë punë ka mua, me atë punë, është tifoz me Edi Ramën, të vret për Edi Ramën. Jemi okej për këtë punë. Por, me që përmende emrin, Google ja ka kthyer review-t sot. Ose di. Në rregull, atëherë mbaroj ajo punë. Je në dieni dhe je dakord me këtë gjë. Ka iku kjo. Se unë për shembull, po të flas ty, unë besoj shumë Renat. Mu kjo nuk më intereson fare. Që Vatnika, ti dhe shumë të tjerë u ngritët. Dhe u ngritët për gjëra shumë të drejta dhe shumë të ndershme. Dhe shumë të vërteta. Dhe e theksoj vazhdimisht në këtë studio. Por pastaj gjatë rrugës ndodhin edhe gjëra të çuditshme dhe te ju janë bashkuar dhe shumë njerëz të çuditshëm. Që vërejun aty, që dalin. Të futur dhe nga partitë, nga të dyja partitë e mëdha. Pastaj partitë e vogla, të gjithë luftojnë. Të gjithë janë ngritur tani edhe ata që s'kan marrë, që mendojnë të marrin të rëmbejnë një jetë gjithë. Dakord, e drejtë e tyre. Po për këtë problem të thjesht që unë po të pyes ty për review-t, je dakord ti? Jam unë. Thash dhe herë. Dakord, po të pyes ty tani. Se mos ta pyesë. Zoti Rakipi, unë jam këtu për të folur për protestuesit që vinë në shesh. Se çfarë ndodh në Google Maps, nuk e di. Shumë okej. Jo më përgjigje shumë e mirë. Protesta që ditën e dytë,
pas ditës së parë tek Ministria e Brendshme, ka artikuluar një kërkesë të qartë që është kundër një sistemi kriminal dhe oligarkik që është ndërtuar në Shqipëri, ku këta oligark që ti thua me të drejtë janë afër qeverisë, unë mendoj me pa drejtë dhe në kurriz qytetarëve shqiptarë dhe interesit publik janë pasuruar, jo vetëm që janë pasuruar duke marrë hapësira publike, duke privatizuar plazhet publike, duke privatizuar malet, duke marrë tenderat publike, gjitha këto me radhë, po janë bërë edhe megafoni perfekt i qeverisë për delegitimuar një protestë që ka qenë pa shembull në formën e saj për 44 ditë tani më. Në këtë moment, gjatë kësaj proteste, unë nuk jam dakord se ka pas njerëz të çuditshëm, aty është shoqëria shqiptare që një pjesë ju pëlqej, një pjesë mund mos ju pëlqej, është shoqëria shqiptare që ka 5 kërkesa legjitime dhe të padiskutueshme. Në 44 ditë ka ndodhur pafund aksione të ndryshme. Ka ndodhur nga review-t, ka ndodhur nga bllokimi i parlamentit, një parlamenti që nuk na përfaqëson, ka ndodhur bojkotimi medjave që qytetarët i kanë parë të lidhura interesash ose përfitues tenderave publik, ndërtues nga këta që na privatizojnë këto hapësira që janë tonat, nuk janë të kryeministrit Rama, janë të shoqërisë shqiptare, por që kryeministri Rama ja u jep këtyre oligarkëve dhe këtyre bizneseve për t'i pasur dhe fuqi pranë tyre, por edhe për të përfituar vetë. Në këtë moment, për mua, sulmi me review është një formë me të cilën njerëzit kanë dashur të ndëshkojnë pikërisht këto njerëz që nëpërmjet lidhjeve personale me kryeministrin Rama kanë privatizuar ato që janë pronat tona publike, ndërtesat publike, çfarë kanë qenë më parë fabrika dhe ju janë dhënë vetëm për të bërë eksaktësisht këtë rol, për të bërë klonin e qeverisë, kur qeveria është në vështirësi. Në këtë moment, mua review-t nuk më shqetësojnë absolutisht fare. Çfarë mua më shqetëson është se kloni i qeverisë bëhet edhe drejtori i policisë, që del aty duke thënë do hetojmë ne si kriminal, ndërkohë që ne për vite jemi duke thënë që ka adresa patronazhistësh që ndoshta na janë sulë dhe ndërkohë që flasim tu se janë të krijuara për këtë punë, janë të krijuara me direktivë personale të përfaqësuesve deputetëve të Partisë Socialiste, janë vende pune në administratë që kanë vetëm këtë rol, vetëm për të sharë, për denigruar protestuesit dhe për thënë Edi Rama ti je lideri që ne duam, një refren që ti e gjejmë vazhdimisht. Kemi vite që themi që ky shtet, përveç oligarkisë, përveç medjave, përveç krimit organizuar, ka një sistem patronazhistësh të cilët janë aty për të bërë vetëm këtë rol. Si ka mundësi që në gjithë këto vite që ngrihet, kanë dalë lista, kanë dalë lemra, sa më shumë digitalizohet administrata, aq më shumë rriten vendet e punës në administratë, që këto të dyja janë qëra që shkojnë kokë në kokë me njëra tjetrën. Drejtori i policisë nuk është absolutisht shqetësuar. Nuk është shqetësuar se herë kemi shkuar, kemi thënë aty që janë me mira profile që vjedhin identitetin e vajzave, i sulmojnë, i denigrojnë për policinë e shtetit, s'ka qenë kur shqetësim. Por ama, po i ranë yjet, Gjergj Lucës që si ka marrë as vetë, po ja ka dhënë piktori që ka përzjedhë dhe Gjergj Lucën dhe këta deputetët që kena këtu. A ka një listë që targeton bizneset Sigorela, ka një listë? Grihet drejtori policisë me emergjencë, njëjti drejtor që dha urdhër që aktivistët të dhunohen në mes të ditës në parlament, se njërit parlamentarët nuk i kalon të makina se ishte shumë e ullër. Të mos flasim me fjallë përgjithme shiko, dhe konkrete. A ka një listë që targeton biznes? So me thënë a ka një listë që targeton? Listëzuar, që bjerë një këti. Ka disa njerëz të cilët e kanë bërë veten fytyrën e tyre, qitës për këto protestus, sepse kanë që nga dita parë që shajnë protestuese, që denigrojnë protestën për llogarit interesit të vetë. Dhe sigurisht që në momentin që një person vihet në shërbim 100% të propagandës qeveritare për të sharë, për denigruar, për të bullizuar protestuesit dhe për delegitimuar ata, duhet thënë që është një formë proteste shumë legjitime, shumë paqësore. Drejtori i policisë doli në konferencë si shta Arbëri, për shtypë dhe tha që do të procedojnë njerëz për review-t. Që do të thotë kjo, Danise? Që do të thotë? Që do ndodhët për?
Shiko, që këtu po ndodh një çmenduri e madhe, e po legjitimohet nën petkun e lirisë së shprehjes, e të mendimit, gjithçka në këtë vend, kjo nuk ka më as argument kundër dot. Sepse që unë paktën mund të të flas për veten time se çfarë bëhet në rrjetet sociale vazhdimisht me mallkime, fyerje, kërcënime reale e tjerë dhe këtu është bërë deti kos, është një çmenduri e madhe, por që të shkosh dhe të atakosh bizneset shqiptare të vogla, të mesme, që me djersën e ballit kanë arritur që të ngrejnë, kanë arritur që të ngrejnë, por nuk, moj zonjë, nuk e cakton ti e kanë ngritur me djersën e ballit dikush, nuk e paragjykon dot ti, pa pasur një fakt, pa pasur një gjë reale, por vetëm fantazitë tua, dhe të marrin të mirë qëna fantazitë tua, dhe të shkojnë edhe të hedhin djersën e ballit privatizon të gjithë sektorin, i cili ka punuar, i cili punson familje shqiptare të ndërpreva, apo se kishe edukat. Kjo njërë ndërpreva. Se që kishe edukat, apo se po kjo njërë të ndërpreva. Kisha i shumë. Po kjo njërë, kjo për të barazuar do dhe 3 orë. Se kja i shumë, tani, sa i përket. A ndodhin fushatat tila në botë që të ndryjë policia, a procedurën njerëzit për akte tila në vëndet e patjetër që po. Patjetër në çdo ka një legjislacion, ka një legjislacion të Bashkimit Evropian. A ka Shqipëria legjislacion? Pa qenë ti pranishëm, ti të mos kesh fare tek lokali dhe të shkosh të bësh vetë review për lokalin se mendon ti që duhet ta bësh, nuk ndodh. Ashtu sikurse në asnjë vend të Bashkimit Evropian ti nuk mundesh që të bullizosh dhe delegjitimosh të gjithë njerëzit edhe online, nuk lejohet. Por në Shqipëri lejohet dhe dini pse? Sepse Shqipëria ka një demokraci fragile e cila edhe Bashkimi Evropian në momentin që ne marrim iniciativa për të bllokuar gjuhën e dhunës, në atë moment Bashkimi Evropian bën ndalesë edhe thotë do bësh propagandën mbas meje. Se njerëzit më shumë se ty është e duhur. Ajo është e qartë, atë ka marrë vesh gjithë. Tani për sa i përket, ka një dëshirë edhe tonën që gjuha e dhunës të ndalojë. E di çfarë thot Bashkimi Evropian? Ne nuk mund të lejojmë thotë që Shqipëria gjuhën e dhunës ta ndalojë, sepse për hir të lirisë të shprehjes edhe i njomi digjet fatin. Kryeministri Rama nxori fytyrat e protestuesve dhe aty dhe kishte një linjë dhunuese, bulluese për ta protestuar. Po pse kush ta që ka bërë mirë? Më fal, jo, prit. Ku ishte drejtori i policisë? Për të thënë, zoti kryeministër, kjo është dhuna e tismundë dhe nikrosh protestuesit? Ajo është... A, këta mund nga dhunojnë, ndërsa ne duhet rritë të themi faleminderit shumë. Qalon krasimi këtu. Kryeministri vendit mund të dhunoj protestuesit. Protestuesit mund të bëjnë mund të dhunoj publikisht kryeministri vendit, i shantazhoj, dhe pastaj... Qeveria nuk ju vret si që vriste dikur. Kjo njerë nuk do. Ajo qeveria që vriste nuk është më. Në Amerikë të vrasë. Ajo qeveria kolegu ju jo do t'ju shtypim. Ajo parti. Kështu që ju jeni tjerë protestoni, na gjuani me vezë, me mjell, me qëfar të keni larguar, jo, metodat e lezetshme që i merrni ande i vërdall, jashtë teritorit Shqipërisë se ju inspirojnë dhe ju çojnë në rrugë të gabuar, ne nuk ju vrasim bulevard. Po, dërgova një video që edhe sikur ta kisha dërguar në Japoni, do ishte futur tani aty. Të një New York Timesit. A ka një përgjigje, Rozhan, që e dërgova? Videon ku New York Times ishte shqetësuar për si bastarduar zona pa dhe në akoma lej, për shemull. Mere New York Timesin po nëzira aty të nëzira. Do e ka kapër protestuesit. E ka as me Shqipërinë, as me Shqiptarët, e ka me Donald Trumpin, që ta kuptosh. Jo. Shiko sa e thjesht. Shiko sa e thjesht. E shumë e thjesht. Duhet t'i lexoni shumë gjëra. Patjetër. Vëni përpjekje për t'i lexuar. Patjetër. Po leximi është gjithmonë një gjë e vështirë. Jo më fare. Sidomos në qeverisje në këto, leximi është një proces i vështirë. Ju duhet lexoni shumë gjëra. Ti bën mirë që e thua këtë, se takon ta thuash këtë. Ngadalë, jo që janë grumbulluar tani kanë futur edhe partitë. Po ngadalja e këtyre, ti do ta shohësh se sa mirë e kemi duhet t'i lexoni. Do ta shohësh se sa mirë e kemi lexuar. Shikoj. Kalojmë plan parë, shikoj sa interesante. Ky tani shpjegon, gazetari, që pa dhënë leja fare, aty, është bërë badërdhje.
Çfarë është bërë? Ma thoj pak çfarë është bërë. Shkatruar gjithë shka me. Ku është shkatruar? Ore pa pat lej fare, ja qikoj. Ku është shkatruar? Nuk shoh asnjë shkatrim, ma trego pak konkretisht. Duhet të shkosh ta shohësh atje, se janë futur buldozerët. Ndërkohë, Vale, është ndërtuar dhe gardi dhe për këtë do të thonin që s'është bërë. Çfarë është bërë? Ige, tani. Aty kanë shkuar ca makineri. Çështja Sara. Kanë bërë testet të tokës, të lutem. kanë bërë testet e duhura të biodiversitetit në totalisht në kuadrin ligjor siç funksionon kur kanë një leje zhvillimi dhe kaq ka ndodhur aty. Dhe mos i dezinformoni shqiptarit duke i thënë që është ndërtuar atje apo është bërë çudi e madhe atje. Atje është bërë gjithçka që mund të bëhet kur ka një leje zhvillimi. Vetëm kaq. Megjithatë, shqiptarët do kenë mundësi të shohin se çfarë do të bëhet atje, kjo po, këtu bie dakord. Shqiptarët do shohin çfarë do të bëhet atje, atje do të bëhet një kompleks ekselent i cili do të jetë model jo vetëm për Shqipërinë e për shqiptarët, po për gjithë rajonin, për Bashkimin Evropian e më gjerë, sepse Shqipëria e vogël nuk duhet ngelet më e vogël. Ti e di këtë shumë mirë. Kjo ishte një urkancit, aty është futur beton tani, shiko. Më shkrua njeriu që më dërgoi videon, një gazetar me shumë eksperiencë. Patjetër. Dhe pa asnjërin krah. Dhe unë nuk e futni aty, në qoftë se do ishte një tjetër. Po. Që ishte majtas. Do unë po të them ty që nuk është unë e bërë futa asgjë sepse është një koleg që e respektoj shumë dhe aty është mbjell betoni, kanë luajtur fen tani, po dëgjoj mua nuk ka ndërtim për te lezhë. Mirë, do ta shfaqim pastaj. Se nuk e do. Ore nuk e bën dot, nuk e bën dot dhe të duash. Ka luajtur fen tani se e bën dot. Nuk e bën dot. E ka bërë. Nuk e bën dot. Ikin tani nga ky moment te kjo review të faktet më nxirrni. Më nxirrni faktet. Unë mendoj që përpjek sulmi te kjo se ju duhet pranoni edhe ju duhet pranoni që keni gjë nxituara. Unë po them është ndërtuar beton, zonja thotë s'ka ndodhur. Po jo, dhe ju duhet pranoni dhe ju duhet pranoni tani që në këtë botë a ka qenë në lejen e zhvillimit betoni, ka pasur në lejen e zhvillimit ka ndodhur. Ka ndodhur që ata të testojnë me tokë, me ekosistem, me të gjitha kriteret e mjedisit dhe duhet i kaloj se i ka dhe i përmban leja zhvillimit më. Çfarë përmban leja zhvillimit është bërë. Çfarë s'përmban leja zhvillimit nuk është bërë. Është kaq e thjeshtë. Dhe këtë e din gjithë ata që marrin një leje zhvillimi, se nuk është se është bërë ndryshe për këtë rast. Çdo rast është njësoj. Për aq kohë sa ka një leje zhvillimi, për atë leje zhvillimi është futur beton, është bllokuar lidhja me detin. Është futur beton. Kryeministri thotë nuk ka leje. Thotë më shkruan kolegu. Ka leje zhvillimi. Leje zhvillimi. Sa leje zhvillimi që ti të futur beton edhe të ndërpresh komunikim me detin? Hape lejen e zhvillimit, shive lejen e zhvillimit. Mirë, dakord. Çfarë thotë leja e zhvillimit, ajo ka ndodhur. Vazhdoni ta lexoni kështu këtë gjë. Po ti dëgjoni deklaratat. Mundem apo jo? Jo. Okej. Sepse po të flem këtu dhe më thënë së në nëzirë dhe pronari jashtë. Përveç që e që në dritat ata. Tani, protesta ka ju në ditën e 24 me që je aty erbër, folti, 24 më falni. Mos e kanë ato ditët. Po me zi. Fare shkurt, më thua që fare mban gjallë këtë protest? 24 ditë nuk ka ndodhur kur në histori, zoti. Po të mos kanë ditë i lapaj, këtë kuriozitet. Po lapa një karike dhe me 3 veta tani aty, do të marrë dhe unë familjen të ri aty. Ore më falni tani, ju thoni është më gjata. Po do të marrë unë familjen të ri aty. Po se delegitimoni lapaj. 2000 ditë. A i shëndroj lapaj aty 2-3 muaj, ju thoni është më gjata. Ka lapaj këta njerë, një 2-3 herë ju, e di se kanë dalë aty një 2-3 herë. Lapaj që ndroj së mbytnin më këta. Aty një, ua. Lapaj që ndroj shumë gjata. Mirë, po ti do të apëshëndroj. A i një merit ka që gjede krasimin më të bukur më. A i shka në rritë. Bravo të qoftë. A i shka në rritë. Krasim më të bukur se kjo nuk ka. Zoti Rakipi. I doan tek e tek. A që ndroj apo jo? Tani të lejojmë se cili tot mendimin fare të thjeshtë, çfarë mban ende gjallë të protestë dhe pastaj ma mund vazhdoj apo ikën dhe kjo si gjitha gjërat që kanë ikur këtu. Këtë protest, zoti Rakipi, e mban gjallë shpresa e shqiptarëve për të pas një Shqipëri të së ardhmes për te dipolit politik të shekullit kaluar. Kjo e mban gjallë protestën. Dhe, për se si do të vazhdoj, jeni të mirëpritur ta shihni 44 ditë, nuk ka ndodhur kurrë në histori që të ketë kaq shumë njerëz me kaq shumë qëndrueshmëri në protestë dhe me kaq shumë njerëz që kanë vuajtur kaq gjatë për përfaqësim politik dhe që sot më në fund e ndjejnë që po dalin në shesh, ja, prape du, jo ma jo.
Edukatën qytetare të vitit parë, ju lutem dhuroja një kësaj zonjës. Vazhdojnë me mua, ua pas mesë. Po mi më dakord tani se vazhdojnë se tani ti kundështare Qa po themë? Unë s'po flasë farë. A i vazhdojnë me rrët me mua. Qa ke? A ke në një këshu... Po unë nuk kam thjesht një palme. Të të këthi përgjigje me zërë. Unë s'po të nga të smuja fare. Tani Sara që të mos i fut më unë aty këto, i pe këto që të tregove unë. Futi, më futi. Ore, unë po të të vetë. Po shtë fut me aty të... Aty është bërë ataja. Ylli, unë këtu nuk jam për të thënë asgjë më shumë dhe asgjë më pak se vërteta. Dhe vërteta është që aty ka një lejë zhvillimi. Monopolin e vërtetë. Ja pra ta them unë, aty ka një lejë zhvillimi, cilën ju mund ta aksesoni të gjithë, ta merrni ta shqyrtoni këtë lejën e zhvillimit. Lejë zhvillimi ka dhe njëri që njoh fund pak më poshtë. Dhe të shikoni të Po s'bën dot asgjë. Po lëre tani, dhe të shikoni çfarë ka dhe çfarë përmban leja e zhvillimit dhe çfarë ka ndodhur deri në atë pikë. Kaq për të tjerat, unë e kam të sigurt. Te protesta. Do adresohen ashtu si Dorela. E ka thënë kryeministri. Fare ma ngjall të protestës dhe Shmalat më me maru edhe i fjali tjetër që po thosha. Ta mbaroj Arbri se zhdej... Po thoja dhe këtë tjetrën, që po të dëgjosh reagimet e kryeministrit dhe të prapavijës të deputetëve janë komplet inkonsistente. Njëherë thot s'ka projekt në fillim, pastaj thot projekti është në përputhje me ligjet e Bashkimit Evropian. Do jetë kur të bënë... Dëgjon mos më ndërprit se më çmene, o njeri i çuditshëm, njaft. Po, që vetë çmendu mo, se unë do të lejoj... Po mos më ndërprit më i vaj se po flas, o zonjë. Po bukur. Kam qef, hajde këtu ke studion dhe flit këtu. Po pra nuk jemi në gjimnaz këtu, a e kupto? Nuk jemi në klasë pare, pikërisht, jemi në një debat, zotëri. Nuk jemi që unë nuk kam prerë biletën të dëgjoj ty, edhe me kënaqësi të ri dhe të dëgjoj. Kam ardhur për të reaguar dhe për ato që ti thua. Unë jam një, ju jeni 15. Unë mbaroj fjalin dhe pastaj ju vjen rrava juve. Po tani këtë nuk e vendos ti, e vendos edukata qytetare që ju se keni lexuar akoma. Instagram, nuk ta le ta bësh atë reelsin, se e ke gabim dhe dezinformacion. Dhe këtë, di ku që ka bërë? Ja urdhro. E di ku që ka bërë këto foto aty? Njeriu që ka punuar aty. Po lëre tani mos u lërë me këtë histori. Dakor. Histori. Tani, a mundet të ambarove... Jo, nuk mbarova se s'mla, prapë. Arbër, po të them... A i ka që fëmërët me mua dhe... Kjo protest tani, a ka rezik që të shuhet vetë? Kjo protest nuk shuhet pa dorëheqjen e zotit Rama dhe të zonjës Sara Mila e gjithë zonjave e zotrinve... Nëse sa tjetë Rama thoti dhe Sara Mila, kjo protest nuk shuhet. Zonja... Sa tjetë Rama dhe Sara Mila... A bëj një ndërë se sa më shumë dalje publike që bëjnë aq më shumë rritet numrin shesh. Ne pra ne po përnë, jemi bashkë të gjithë. A një e kanë ullur, kanë futur dhe njëzit e tyre që po je u shkatrojnë. Ka një shprehje shumë bukur që edhe njërës të këtyre aty, se i njohun me si tyre. Edhe njërës të këtyre kush janë, aman, mi tregu dhe më kush janë. Po mi tregu dhe... Edhe njërës të doktorit aty, edhe njërës të doktorit kanë qenë qëndërim. Agroni, këta qori, merë pjesën e dorë Ta e mendimin tim, apo do e bëjmë shu sikur? Jo, do të thuash. Atëherë, faleminderit. Do të thuash të gjitha mendimin. Atëherë, përsa i përket protestës, mua shpreha më e bukur në fakt që une e shikoj sa herë vi përballë një përfaqësuesit qeverisë. Rama në burë, Berisha në burë. Jo, është një shprehje tjetër që ka dalë, që tha kur dëgjoj këta tha në fillim qesh pastaj qaj, se kujtoj se këta qeverisin... Tragikomedi, thua ti? Qeverisin për jetën time të përditshme. Ta shi dhe me një muzikë instrumentale në sfond dhe disa sherë të marrë... Nga fuga i keni marrë të tërë këto... Do edhe në këshilla marketingu. Nuk është fuga fare. E thonë që është këthyër. Jo, nuk e kupton tani marrë që këtyrë është fuga. Fuga në të vetë. I ke parë që kanë filluar edhe shkruajnë ca me më shumë figura letrare, kanë përdorë ca personazhe tjera. Çfarë mban gjallë të protest, me thënë drejtën është e trishtueshme ta themi, po është gjendja skandaloze e spitaleve, gjendja skandaloze e arsimit, gjendja skandaloze e pensioneve, arroganca një shteti që mirë që të vjedh, po s'ka edhe minimumin e edukatës të dëgjoj, arroganca një oligarkie që do me të marrë dhe atë lekun e fundit që kënë gjep, arroganca një shteti që thotë unë jap 4 milion euro për Kanye West, po që se utoja le t'i gjej lekot ku të doj për poltrona edhe të smurët me kancer le të shtrijen aty në karrige, arroganca e një pushteti që ta sjell krimin organizuar, ta fut aty zvërnez dhe thot, po më po do e bëj unë projektin, ndërkohë që ati zotnis janë sekuestruar llogarit nga spaku që përkodhelet kaq shumë nga qeveria tyre. Arroganca e një pushteti që në 13 vjet nuk ka lënë
asë një pjesë pa futur me krim, me oligarki, pa investuar në media, që i ka bërë pronar në të gjitha këto resorta luksoze, arroganca... Këtu ke folur 90% dhe ka thënë që këtë emision... E një përvajsusi... Ashtu tha? I cili... Nuk e kam atë ambici që dal nga politika dhe të vinë me. Jo, e more këshume, e vodhe emisionin sot. Do shta e kanë atë rating me yje. Dhe ju po të vot për para për të vjetur, jo ti. Se ty të nëzirin që s'ke vjetur. Ti po pranove tani që unë 1 dhe ju 10, unë ta mora emisionin tani... Fakti që s'ke vjetur ti nuk të regonë në gjithë rëndësishme, fakti që s'ke vjetur ti. Por ka një problem. Emisionin e vodhe pak sotin. Po mirë, që do të të kjo? Ti për qa more mua këtu, që ta vidhja apo që mos ta vidhja? Ti linje të flisni dhe këta. Po lërë edhe ne. Unë jam një këta janë 10, a do ma lesh më kohën e gjithë dhe jo? Nuk e kuptoj këtë, unë jam një këta janë 10, si zonja vjen si përfajsuse e qeverisë. Nërsa ju vini si përfajsues të një gjyje kundër qeverisë. A mund të përfundoj për time? Jo. Me që se po në mërë leje. Jo, me që që është jo. Edhe një 10 gënjështra të tjera nuk bëhet nami. është këshu një... Me 1000 edhe 10 gënjështra të tjera edukat e kotë, që nuk eksistona, mund të mbarë jo. Nuk bëhet nami, edhe 10 gënjështra të tjera. Bëj e rilësin, pra, vazhdo, jepi. Dhe qëfar e mbajnë këtë protest, do të mbajnë këtë protest, është një qeveri e korruptuar, deri në palc, arrogante, deri në kulm, që jo vetëm që të vjedhë, se këta të tërë kanë vjedhur, po këta kanë dhe arrogancën që të vinë këtu edhe të thonë edhe intelektualisht janë më mirë, ndërkohë që njëri s'di alfabetin, njëri s'di të shkruaj, njëri i del aty votat 100% në një zonë që se njeh askush, njëri del dhe është absolutisht i përzjedhur. Ka ky zotni që i trajton të gjithë si kukulla. Por e kupton dalin këtu me fjalë pazarit, edhe duan bëjnë Shqipërinë e re me fjalët e pazarit. Pikërisht kjo arrogancë e një pushteti i cili... Shqipëria tani me ka shumë problem. Po pa tjetër. Prandaj jemi këtu për të zgjidhur problemin. Nuk jemi këtu për të thënë që Shqipëria është perl. Jemi këtu për të thënë që Shqipëria është në progres dhe do jetë gjithkohës në progres, derisa Shqipëria në 2030 shkojmë aman më mbaroj dhe sa ke shkruar në qafsh. Nuk kanë më asnjë zgjidhje tjetër përveç se të jenë në shesh çdo ditë për të thënë më së paku dorëheqja kryeministit Rama, që është një gjë e panegociueshme. Më pas shfuqizimi i ligjit, shfuqizimi paketës maleve, shfuqizimi nuk jeni ju parlamenti e dashur, as kryeministri Rama, kështu që parlamenti vazhdon punën e vet. E vazhdon, po. Shfuqizimi i paketës maleve, shfuqizimi investitori strategjik që u bë çdo kloun, aty o borri u bë investitor strategjik që privatizon, ato që janë prona publike, jo pronat e Edi Ramës. Po na thuj vetëm një fakt, jep të paktën një gjë nga ato që thua, ta kesh me referencë. Të thuash, kjo zonë e mbrojtur, ky korrupsion. Që të qonë në përpikjuni të pranoni. Që këta as i vjedhin, da marrim këtë partia jo. As i vjedhin, da marrim këtë partia jo. Në më në partisë të vingër. Në të partisë. O, sa veta kanë thënë që zvime dhe lutën të vinë pas. Po ka plot, po jo kjo. A, lërë tani. E di që disa nga këta e bëjnë që të bjenë sy. Jo, nuk vjen në partisë. Ja, e bëjnë që të bjenë sy. Këte e një herë dhe më mirë pra e një dhe unë po të them që shumë nga këta e bëjnë se duan të bjenë sy që të ne. Një ofendim që unë mund të shkoj të Partia Socialiste, që është njësoj se gjdo bërë të dhe kriminale, absolutisht që është një gjë që asë po deshe me gotë, jo vetëm për mua, se kjo është parimi im, po fakti që aty ka njerëz që jo që nuk ju shohin si alternativ, po ju neverisin për atë që i keni ofruar Shqipërisë në 13 ditë e parë arrogancën që keni treguar në 24 ditë, është pikërisht ajo që ju nuk gjeni dot qetësi. Se jo vetëm nuk ju shohin më si alternativ, po ju neverisin, ju shohin dhe më keq se çdo qeveri tjetër që ka pas Shqipëria. Se ata janë mësuar të vidhen, po t'i trajtoni njerëzit si kur janë sende pa dignitet, si të smurtin onkologjikut. Është kauza Osman Stafos, mos e ajo është kauza gjithë shqiptarëve që Osmani e ka bërë në mënyrë të mrekullueshme dhe meriton respektin edhe tuaj, se janë gjëra që ju si keni bërë. Dhe t'i lësh nxënësit me mësues që i bëni mbledhjes votash. Pastaj dhe t'i lini inxhinierët, dhe t'i lini arkitektët. Po edhe në konkluzion do t'i thotë. Ti vër pikën tani se s'po marrim
E vuri Se kam 2 orë këtu që mbaj shnime, po s'na ka dhënë asnjë gjë konkrete, që t'ja bëjmë, t'ja realizojmë, se kështu kam thënë që ne duam që t'ja realizoni ato kërkesa që kemi. Unë nuk vi me ju në debat për t'u kuptuar asgjë. Po thot vetëm gjëra që nuk po thot asgjë, po bën vetëm një populizëm. Një komunizëm, shfuqëzim ligjesh, qeveri teknike 1 vjeçare që ju zgjidhet as mos t'i vidhni, as mos t'i blini me krim të organizuar, dhe një kontratë re sociale ku piktori nuk vendos për jetën e gjithë shqiptarëve, se nuk është Shqipëria prona e vetë. Shqipëria është e një shoqërie që i del për çdo drejtës vet, dhe që më në fund është në shesh dhe nuk ikën nga i shesh pa ju larguar ju. Dakor. Tani, ta bëj edhe unë pikën, me qënë se u bë gjithë këtë diskutimi gjatë. Partia Socialiste dhe Kryeministri Edi Rama nuk e japin dorëheqjen. Nuk e japin. Sepse vetëm një vit më parë, shqiptarët na votuan dhe na dhanë 83 mandate për të çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Dhe në kuadër të këtij premtimi dhe në kuadër të këtij projekti kombëtar, gjithçka po shkon mbar. Negociatat janë vetëm ditën e nesërme dhe pas nesërme do ta keni edhe konferencën ndërqeveritare, ku do të mbyllen 3 grup kapituj. Del BE-ja zyrtare dhe thot në 2027 Shqipëria e mbyll pjesën e negociatave dhe patjetër është gati pastaj për pjesën e antarësimit Shqipërisë në Bashkimin Evropian. NATO del dhe thot takimin dhe summitin tjetër do i shtrëngojmë duart në Tiranë. Gjithë arena ndërkombëtare është sot pro Shqipërisë, e cila patjetër ka problemet e veta, e cila patjetër nuk ka pasur pak për të arritur deri këtu, por ama vazhdon me një qëllim i cili është më i pastër se drita e diellit. Dhe që është antarësimi, një qëllim. Dhe është antarësimi i Shqipërisë në Evropian, sepse është akti më patriotik dhe akti më shqiptar ju që keni shitur Shqipërinë copa, flisni për patriotizëm, dhe iniciativat e të tjerëve për të mos e parë Shqipërinë kur zojnë Bashkimin Evropian, dhe të ullet nga të tryezë, si e barabartë, mes të barabartëve, atje në Bruxelles, të gjitha tentativat janë vetëm tentativa anti-shqiptare dashakeshe, të cilat patjetër mund të nxiten nga mlefi që kanë personalisht për kryeministin, nga interesat personale që kanë, se duan shkëlqejnë e të identifikohen politikën e brendshme që ta bëjnë si të duan dhe kur të duan, le të formatojnë dhe le të na dalin përbara në garë atje si çdo vend demokratik. Por ritmin e Shqipërisë për Bashkimin Evropian nuk na ndal askush. E ndal korrupsioni dhe kriminalizimi që ka bërë Edi Rama. Çka kanë parë në këto? Po pra, nuk e ndal. Ritmin e Shqipërisë nuk e ndal. Që kam parën, unë drejtova dhe emisionin se këta dy nuk folën po e vutëre, sepse janë abitur shumë, Sara? Jo, respektuam zonjat. Respektuam. Jo, unë fangela. Respektuam të të dita, po. Ka i shumë të njështra në një orë s'kisha dëgjuar. Sa më shumë ta lexoni atë fragment të saktë opozitës ne do ta lexojmë ashtu siç duhet. Ka një fragment opozitar atje që është shumë i sinqert, që është shumë i vërtetë, është ai Flamingove. Dhe atë qeveria shqiptare do ta lexoj në 100% e saj dhe ju keni për ta parë. Të gjithë të tjerët që duan të zezën e Shqipërisë, si që erdhën bulevard, ashtu dhe kanë përtikur nga bulevardi. Me cilin satelit nga ta që keni blerë, si e përcaktoni? Të priqë emisionin me thoni pjesë njerëzish, janë edhe të thoni pjesë njerëzish për ty. Me kë satelit, se jam kurioze, se i kam blerë 2 satelit. Më thonë mua me më shkruajnë, se nuk le gje pa ndëryrë, ja për shumë Abilieka nuk po fletë fare. Që të thotë? Në të kërkova fjallë, mësë më dhe? Edhe fjallën e kërkoj. Meret fjallë, me zorë nuk e marë. Nuk kërkohet, se s'ta jep. S'ta jep. Qëfar ka prodhuar Abilieka i protesta dhe i tani këti ikim këti momenti dhe të mos jemi me gjatë? Qëfar mund të konsiderojmë arritjet saj? Dy analistët. Po këta kemi thënë që ka bërë protesta, këna rritje protestës janë qarta, prej kohë është mos i përsërisim të një, mendoj që në protesta është gjithmonë aty, tur problemi që protesta nuk është puna sa të dorën sot bulevard, se ne e masim sa të dorën sot bulevard. Protesta është aty, dhe ne dhe shikojmë që ata njerëz që u zgjuan në atë kohë, në këto 24 ditë, dhe dorën aty në bulevard, ata janë gjithmonë pjesë e protestës, pavarësisht se shkuan sot apo nuk shkuan sot. Kjo e një gjë këtë për rëndësi. Qëfar ka rëndësi? Rëndësi ka e mesazhi, mendoj. Mesazhi që e protesta.
Pra, nëse kryeministri thotë që në atë protestë ka dështak dhe zemrak, atëherë kryeministri mendon që ka një pjesë të popullsisë që duhen përjashtuar nga shoqëria, që janë dështakët dhe zemrakët, që nuk duhen dëgjuar, që nuk duhen marrë parasysh kërkesat, përcjellë qeveria mund të bëj, mund të çojë policinë, t'i arrestojë, t'i fusë në qeli, t'i raha, t'i keq trajtojë, t'i trajtojë si qytetar dorës dytë. Ky është problemi që besoj unë që e mba dhe protestën gjallë, që këta njerëz që janë çuar aty për një problem, këta njerëz që janë çuar aty si të përjashtuar nga shoqëria, të përjashtuar nga qeverisja, vazhdojnë të jenë sot njësoj, sepse kryeministri nuk do t'i dëgjojë ata. I kanë ndarë në Flamingo dhe armiq të Shqipërisë. Ndërkohë që ju flisnim këtu, mua më nisin video spitalesh, vendesh, do të thonë ambientes publike, të cilët janë në gjendje të mirë. Sepse çfarë ka bërë protesta? Ka zgjuar koshiencën e menaxhimit publik. Tani ata e shohin qeverinë si me shumë dyshim në menaxhimin publik sidomos të parave të taksave të tyre. Dhe kjo çështja e koncertit për shembull ishte zgjim më i madh, ishte ajo kampana më e fortë, pavarësisht që 4.2 milionë euro. Kjo protestë. Kjo, bro? Mendon se do të vazhdoj protesta? Unë mendoj që protesta do vazhdoj, pavarësisht numrave, do vazhdoj në qoftë se, për mund do të gjithçka, ka pas dhe raste protesta në Shqipëri që janë marrë në duar të disa personave dhe pastaj janë keq përdorur dhe janë shndruar në protestat vogla që janë shuar fare. Unë uroj që kjo mos ndodh. Deri tani besoj që gjithë ato rryma që u futën në ditën e parë të protestës janë akoma aty. Nuk është se janë larguar. Janë larguar pjesë njerëzit për shkaqe personale ose... Por, protesta besoj që do vazhdoj për sa kohë ajo nuk është privatizuar akoma nga asnjë grupim. Hoxha, mendon që do vazhdoj dhe... S'pari protesta në ditën e 44, është protesta e parë që ndodh në Shqipëri kaq gjatë që nga viti 1990, pra që nga shekulli i kaluar. Së dyti, është tashmë një realitet i pashmangshëm. Është kaq i pashmangshëm sa edhe kur mazhoranca mundohet të fusi Saliun te protesta, e kur Saliu mundohet të rri jashtë. Do ta fusi aty. Saliu vetë është dëshiruar të futet. Po patjetër, po është i dëshiruar. Por motoja kryesore e protestës është Rama-Hamburg, Berisha-Hamburg. Në një proces elektoral, procesi i radhës si do të jetë, patjetër që të rrëzosh të mazhorancës duhet dhe vota e Partisë Demokratike. Unë nuk e vënë dyshim këtë gjë. Na e tregoi Himara, pa votat e PD-s nuk fitonte Bileri. Kështu që PD është realitet, nuk e shmang dot. Por jemi në këtë situatë. Pra, sot në treg, po quaj treg, peizazhin shqiptar ka hyrë një operator i ri, që është një operator shumë interesant, ka treguar qëndrueshmëri deri tani. Sigurisht unë do të doja dhe unë jam me parimin, me historinë, jam jo si mirë dhe i di që nëse flasim për revolucionet janë të shpejta, revolucionet rezultative. Revolucionet që zgjasin ka një problem. Nëse është evolucion pastaj, aty ndryshon situata, por revolucioni është shumë i shpejt, që të ketë efekt. Gjithsesi, këtë radhë është zgjedhur kjo lloj mënyre. Shqipëria është një vend evropian, ne nuk kemi Nepali. As Bangladeshi, dalën njerëzit atje dhe hodhën njerëzit për kosha. Pra ne jemi një vend evropian gjeografikisht. Jemi një vend antar i NATO-s, gjë që do të thotë që ti nuk mund të marrësh dot akte të tjera, të cilat të mund të çojnë në ngjarje të dhunshme, sepse nuk të lë njeri, je vend i vogël. Dhe nuk lë njeri ta bësh këtë gjë. Dhe vim te pjesa tjetër. A do të zgjas protesta? Unë mendoj protesta do të zgjas. Por protesta tani po hyn atë skenarin pak a shumë që ishte në Serbi. Jo gjithkohës protesta në Serbi qëndrojnë në të njëjtin numër pjesëmarrësish edhe në të njëjtin rendiment. Pati momente të kurrjes së pjesëmarrjes, pati momente të fuqizimit pjesëmarrjes. Madje ata bën marshim këm nga Novi Sadi në Beograd është marshuar për ditë të tëra. Bllokuan autostradën kryesore. Pra, protesta për shkak edhe të momentit kur jemi se kjo është protest me pjesëmarrje qytetarë ylli. Dhe qytetarët kanë dhe halle të tjera në këtë moment. Fëmijët janë në pushim, nuk janë në shkolla, kanë dhe detyrim ndaj fëmijëve të tyre. Është kushte atmosferike, nuk janë favorshme.
temperaturat janë shumë të larta, pra janë një sër komponentësh të cilët çojnë në një kurrje të protestës. Tani, nuk është problemi për mua më sa zgjat protesta. Dhe unë presi protesta në shtatore tutit, filloj të fuqizohet. Prap, për mua është shumë e rëndësishme se si protesta do të tentoj të arrijë objektivat e veta. Qartë. Cili është, cila do të jetë statura, ose cili do të jetë organizimi, që ata do të venë drejt arritjes së objektivit. Sepse, gjatë kësaj kohe, edhe zonja deputete këtu është bërë qartë, që kjo majorancë dhe ky kryeminist nuk e jep dorëheqjen. Atëherë, në këto kushte kur kryeministri nuk e jep dorëheqjen, ai ka bërë një sfidë të hapur protestuesve dhe organizatorëve të protestës, po ashtu, dhe i ka thirrur tashmë në një betejë. Në fushën ndërkombëtare besoj që majoranca e kryeministit e ka humbur betejën, janë të gjitha mediat ndërkombëtare që vijnë nuk shkruajnë më për Shqipërinë si një vend që ka bërë çuditëra, por shkruajnë si një vend që ka probleme. Edhe kjo në intervistën e fundit që tha kryeministri, quaj demokraci, bravo. Por mua e kuptoj ai që pjesëmarrja në protesta është shenjë demokracisë. Zërela do vazhdoj. Shenjë demokracisë është shumë mirë. E fundit ylli që ta mbyll këtu, por ajo që unë thashtë një pres nga protesta, për mua nuk është se ka shumë rëndësi numrat. Sepse ka qytetarë të kryeqytetit që kanë dalë qoftë herë vetë në protestë. Ka të tjerë që s'kan dalë, po janë me protestuesit. Gjithsesi, protesta e ka marrë vëmendjen, e ka arritur objektivin. Objektivin para prak që kishte. Tani, se sa do të shkoj të objektivi final dhe si do të arri, jemi kurios të shohim se si të shkoj. Kolegu, do vazhdoj në kusht për shembull? Protesta? Absolutisht, protesta nuk kemi një zgjidhje tjetër që mund të zgjedhim mes dy alternativave për të gjithë ata që kur shkojnë në spital s'kan ilaçe, për gjithë ata që kanë frikë kur i çojnë fëmijët shkolla, për gjithë ata që e duan plazhin për vete dhe për jo për oligarkët, për të gjithë ata që të pyeta thjesht ka vetëm një zgjedhje që është të protestoj çdo ditë në orën 7 nga sheshi Skënderbej kundër një qeverisje autokratike, oligarkike dhe kriminale të kryeministit Rama. Fakti që Abili Patjetër. Një gazet. Patjetër. Po është detyrë mbyllje e kapitullit. Por të ndryshoni rezolutën. Jo, s'është detyrë që Është detyrë. Ja. Shkoj më shpejt nuk është. Ja, një minutë. Ama më shkoni se po shkuat juve. Jo, po s'është detyra jone tani. Por vetëm të shkojnë. Performancë, okej. Tani, kemi një problem. Biles më të Në rafsh. gjithë të bisedin e bëmë, fakti që dy kolegët e mi me përvoj të gjatë në media e të treguan është të duruar. Jo të duruar, po u shastisën pak. Ja, më se nuk shastisën kollaj këta, tani jo. Po të gjohë mua dhe një që të temë se... E kam të sigurt. Pak u shastisën nga abia një sekundë. Tani, ka që ishte dhe... Aman, mos në bëtë kërkojmë ndjesë. Një kolegu ynë i më shkruan në Dervishi, turni parë qeveria jemi, thotë, deri tani jemi me bashkë eksistencë paqësore të Krushovit, Nikita Sergejeviç Krushovit. Turni parë qeveria, turni dytë protesta, turni tretë botrori, dhe i sa të mbaroj. Dallimi, thotë, dallimi, që ta mbyllim si program, në Serbi duan të flasin, në Shqipëri, ka kohë, 2 vjetë që po vazhdo në Serbi, por në Serbi duan të flasin, në Shqipëri duan të dëgjohen. Se me ndërë nuk dëgjohen njëri. Si Dorela dhe kjo duhet parë, jo për ju, së shfa ju, nuk dëgjojnë, ta që janë. Ne kemi të qarë që kemi përballë një sistem autokratik, oligarkik dhe kriminal. Ne dim që s'po bëhet çaka. Arbër, faleminderit shumë. Çdo ditë aty derisa të dëgjohemi. Një fjali? Një fjali? Po. Ndërkohë që Shqipëria digjet, qeveria krihet dhe... Po ma shkrote këtë paranjore gjysë. Jo, shqiptarët i ftojmë që të vinë protest derisa qeveria e boj unë ftesën për protest. Në tabetën. Në tabetën prap nuk është qullos që më shumë. Prap aty ne do vem thuaj dhe këtë të saliu. Arbër, lërë të flasi zonë shqiptare se më shumë është një protest. Arbër, zmaroj do të një fjali. Nuk e latë të mbaron të fjali. Vem të lëmë nuk e latë. Se nuk ka ftesë më të mirë për protest. Ta mbylli zonja dhe njerëzit e kanë Bashkimin Evropian, pa e tha, aqë sa të akuzoj ty, aqë e the për Bashkimin Evropian, dhe ti, sa akuzove, aqë sa si akuzove... Hajde thash.
Hajde ta bëjmë atje. Na bëj një emision atje. Për Bashkimin Evropian. Ne ta mbyllim dhe ftesën për protesta bëj zonja. Të nderuar të shikues, si që ndoqët tani, e thamë që në fillim edhe dritat në lanë njerë, ndoshta shumë gjera kanë filluar në lenë. Ju jeni vetë ndoqët emisionin e gjitha, shini shkruani, që se mund tani. Faleminderit shumë, nëse në keni ndjekur, edhe nëse do vazhdojnë në ndihni. Pjesën e dytë në flasim për gjithë se ka ndodhur dhe vrasje dhe gjëra tjera, të cilat në Shqipërinë Evropiane. Ka ndodhur se por i këtë kalon në plan 2 dhe 3, sepse si që e renditi dhe Lutfiu, fillim me parti parë qeveria, protesta, turni parë qeveria, Parti parë është Shqipëria Evropiane, dyta protesta, turni treja 3 është atentati. kampionati botëror, që dhe ai është trukuar, po ta vini re, aty dalin arbitrat dhe bëjnë çfarë do qefi. Është bërë si atentatë fushkruj. Është bërë këtë keqen e dukës, më dukën të kesh. Por e them atentatë fushkruj. Atentate në fushkruj. Faleminderit shumë, Sidorela. Zoja Mila, faleminderit shumë. Kënaqësi ishte. Shumë? Apo pak? Shumë. Arber, thash faleminderit, thash 2 herë më duhet. Po, ju faleminderit. Faleminderit atëre, do t'jemi përsëri e gjitha. Ti do mungosh disa ditë se edhe do mungosh, e kupton? Unë do t'i vazhdoj protestat në diasporë, ndërkohë shqiptarët Ti do vazhdoj diasporë dhe pastaj do kthesh prapë. Deri ndorheqje. Dy kolegë nuk u them faleminderit sepse jemi në pjesën e dytë të publicitet rikthehemi.